Në këtë moment, ndërsa po lexoni këto fjalë, truri juaj po ju gënjen. Jo vetëm tani, por çdo natë, çdo herë që shikoni qiellin. Dhe gënjeshtra më e madhe? Ajo ndodh pikërisht kur hëna ngrihet mbi horizont. Shikoni atë sonte. Do ta shihni gjigante, mahnice, pothuajse e frikshme në madhësinë e saj. Por ja çfarë është e çuditshme? Nëse do ta fotografonit atë hënë gjigante dhe pastaj do ta fotografonit përsëri disa orë më vonë kur është lart në qiell, të dyja fotografitë do të tregonin saktësisht të njëjtën madhësi. Truri juaj po krijon një iluzion kaq të fuqishëm saqë mijëra vjet njerëzimi ka besuar se hëna vërtet ndryshon madhësi. Dhe më e çuditshme, edhe pasi ta dini të vërtetën, iluzioni nuk zhduket. Kjo nuk është thjesht një kuriozitet i vogël. Kjo është një dritare drejt diçkaje shumë më të thellë. Se si truri juaj ndërton realitetin që përjetoni çdo sekond. Sepse nëse truri mund t'ju mashtrojë rreth diçkaje kaq të thjeshtë sa madhësia e hënës, çfarë tjetër po krijon ai pa e ditur ju? Le të fillojmë me një eksperiment që mund ta bëni sonte. Kur hëna ngrihet, ajo çast magjik kur ajo duket e jashtëzakonshme në horizont, merrni një telefon dhe fotografojeni. Mos përdorni zoom, vetëm një fotografi të thjeshtë. Pastaj prisni 3 ose 4 orë derisa hëna të jetë lart në qiell, ku duket _quote _1_ e vogël e zakonshme. Fotografojeni përsëri nga e njëjta distancë me të njëjtat cilësime. Tani krahasoni fotografitë. Çfarë do të shihni do t'ju shokojë. Hëna ka saktësisht të njëjtën madhësi në të dyja fotografitë, pikërisht të njëjtën, asnjë piksel ndryshim. Por sytë tuaj, truri juaj, e gjithë përvojë juaj e drejt për drejt ju thot diçka krejtësisht të ndryshme. Kur e shihni atë hënë në horizont, ajo duket 3, madje 4 herë më e madhe. Disa njerëz po shkruajnë se ajo duket aq e madhe sa mund të zgjatësh dorën dhe ta prekësh. Të tjerë thonë se duket si një disk gjigant portokalli që po rrëshqet mbi tokë. Dhe kjo nuk është imagjinat. Kjo është një përvojë e vërtet perceptive që ndodh në trurin tuaj. Pra çfarë po ndodh këtu? Si mund të jetë e mundur që diçka që syt tan shohin qartë, një hënë gjigante, të mos jetë e vërtet? Për ta kuptuar këtë, duhet të udhtojmë thellë në mënyrën se si truri juaj në të vërtet shikon botën. Dhe paralajmërim, ajo që do të zbuloni do të ndryshojë mënyrën se si i besoni syve tuaj përgjithmonë. Le të fillojmë me një fakt themelor që shumica e njerëzve nuk e dinë. Syt tuaj nuk janë kamera. Kjo tingëllon e thjesht, por pasojat janë të thella. Një kamerë thjesht regjistron dritën që bie në sensorin e saj. Ajo nuk interpreton, nuk krahas, nuk vendos. Por truri juaj? Truri juaj është një makinë interpretimi e pabesueshme që punon 24 orë në ditë, 7 ditë në javë, duke marrë informacion të papërpunuar nga syt dhe duke e transformuar atë në atë që ju përjetoni si realitet. Dhe ja ku bëhet interesante. Truri juaj nuk shikon vetëm madhësinë absolute të objekteve. Ai shikon madhësinë relative, madhësinë në krahasim me gjëra të tjera. Kjo është arsyeja pse e njëjta person mund të duket i gjatë kur qëndron pranë fëmijëve, por mesatar kur qëndron pranë lojtarëve të basketbolit. Truri juaj vazhdimisht po bën krahasime, po vendos kontekst, po interpreton. Tani imagjinoni këtë. Hëna ngrihet mbi horizont. Çfarë sheh truri juaj? Jo vetëm një disk të bardhë në qiell. Ai sheh atë disk në kontekst. Ai e sheh atë pas pemëve, pas ndërtesave, pas maleve. Dhe këtu ndodh diçka e jashtëzakonshme në trurin tuaj. Një proces që ndodh aq shpejt sa që ju as nuk e realizoni. Truri juaj thot: kjo hënë është pas atyre pemëve. Ato pemë janë larg, pra hëna duhet të jetë edhe më larg. Por nëse ajo është aq larg dhe unë ende mund ta shoh qartë, ajo duhet të jetë gjigante. Ky është një proces i quajtur shkallëzimi i madhësisë largësisë, një nga mekanizmat më themelore të perceptimit human. Dhe ai punon në mënyrë perfekte në pothuajse çdo situatë tjetër në jetën tuaj. Kur shihni një makinë larg në rrugë, truri juaj automatikisht e di se ajo makinë nuk është vërtet e vogël. Ajo është normale, por e largët. Kur shihni një person në fund të një korridori të gjatë, ju nuk mendoni se ai është një xhuxh.
ju dini se ai është i largët. Por me hënën, ky sistem i mrekullueshëm dështon spektakolarisht. Dhe arsyeja është mahnitëse në thjeshtësinë e saj. Hëna është aq larg, rreth 368.000 kilometra, saqë truri juaj nuk ka asnjë kuadër reference real për atë distancë. Ju kur nuk keni parë asgjë tjetër në atë distancë. Ju nuk keni asnjë përvojë të drejtpërdrejtë në objekte që janë aq larg. Pra truri juaj bën atë që di të bëjë më mirë. Ai hamendson. Dhe ai hamendson gabim. Le të thellojmë më shumë. Në vitet 1950, një psikolog i quajtur Lloyd Kaufman dhe një koleg i tij, Irvin Rock, filluan të studiojnë këtë iluzion në mënyrë sistematike në Universitetin e New Yorkut. Ata nuk ishin të parët që ishin të interesuar. Njerëzit kanë qenë të hutuar nga iluzioni i hënës për mijëra vjet. Por Kaufman dhe Rock sollën metoda shkencore moderne në problem. Ata filluan me një pyetje të thjeshtë. Sa më e madhe duket hëna në horizont krahasuar me hënën në qiell? Kështu që ata i kërkuan njerëzve ta vlerësonin. Dhe përgjigjet ishin mahnitëse të qëndrueshme. Shumica e njerëzve thanë se hëna në horizont dukej rreth 2 deri në 3 herë më e madhe. Disa thanë edhe më shumë. Por kur ata matën, madhësinë aktuale të hënës në fotografi, saktësisht siç ju mund ta bëni sonte, ata zbuluan se nuk ishte absolutisht asnjë ndryshim. Por ja ku bëhet edhe më e çuditshme. Kaufman dhe Rock pastaj bën diçka të mençur. Ata i kërkuan njerëzve të shikojnë hënën në horizont, por këtë herë duke u përkulur dhe duke e shikuar atë me skëmbëve të tyre, duke e kthyer botën përmbys. Dhe çfarë ndodhi? Iluzioni u dobësua ndjeshëm. Hëna ende dukej pak më e madhe në horizont, por jo aq dramatikisht. Pse? Sepse duke e kthyer botën përmbys, ju po prisni lidhjet normale të trurit tuaj me kontekstin. Ato pemë, ato ndërtesa, ato male, tani ato janë përmbys dhe truri juaj nuk i përpunon ato në të njëjtën mënyrë. Kjo ishte një zbulim revolucionar. Ai tregoi se iluzioni nuk ishte të bënte me atmosferën, një teori e vjetër që shumë njerëz ende e besojnë. Disa njerëz mendojnë se atmosfera e tokës vepron si një lente zmadhues kur hëna është afër horizontit. Por kjo është krejtësisht e gabuar. Në fakt, atmosfera bën të kundërtën. Ajo pak e shtrëngon hënën vertikalisht, duke e bërë atë pak më të sheshtë, jo më të madhe. Dhe efekti është aq i vogël saqë është pothuajse i padukshëm. Jo, iluzioni është plotësisht në trurin tuaj. Dhe kjo na çon në një pyetje edhe më të thellë. Pse truri juaj do të zhvillonte një sistem që krijon iluzione? Pse nuk është ai thjesht i saktë? Përgjigja është se truri juaj nuk është projektuar për të qenë i saktë në mënyrën që një makinë matëse është e saktë. Ai është projektuar për të qenë i dobishëm, dhe për pjesën më të madhe të historisë njerëzore, për pjesën më të madhe të situatave që hasni çdo ditë, sistemi i shkallëzimit të matësisë largësisë është jashtëzakonshëm i dobishëm. Ai ju lejon të lundroni në botë, të gjykoni distancat, të keni kujdes në rrezikët, të kapni objekte. Ai punon në mënyrë perfekte për çdo gjë që është në distanca normale njerëzore, nga disa centimetra deri në disa kilometra. Por hëna? Hëna është jashtë asaj game. Ajo është në një shkallë që truri juaj thjesht nuk është evoluar për ta përpunuar. Dhe kështu, kur truri juaj përpiqet të aplikojë sistemin e tij normal të perceptimit në hënë, ai merr një përgjigje që është spektakolarisht e gabuar. Por nga perspektiva e trurit tuaj, ai po bën saktësisht atë që është programuar të bëjë. Le të eksplorojmë një dimension tjetër të këtij iluzioni. Në vitet 1980, një ekip shkencëtarësh në Universitetin e Kalifornisë në Berkeley filluan të studiojnë se çfarë ndodh në tru kur njerëzit përjetojnë iluzionin e hënës. Duke përdorur teknologji të avancuar të imazhimit të trurit, ata zbuluan diçka mahnitëse. Zona të ndryshme të trurit aktivizohen kur ju shikoni hënën në horizont, krahasuar me kur e shikoni atë lart në qiell. Specifikisht, zona të trurit që janë përgjegjëse për përpunimin e informacionit hapësinor, zona që ju ndihmojnë të kuptoni ku janë objektet në lidhje me njëri tjetrin, tregojnë aktivitet shumë më të lartë ku shikoni hënën në horizont. Kjo ka kuptim. Truri juaj po punon më shumë, po përpiqet të integrojë hënën në peizazhin toksor, po bën të gjitha ato krahasime që krijojnë iluzionin. Por ja çfarë është vërtet e mahnitshme. Edhe pasi ju e dini se iluzioni është një iluzion,
Edhe pasi keni parë fotografit që tregojnë se hëna ka të njëjtën madhësi, edhe pasi keni lecuar të gjithë shkencën, iluzoni ende ndodh. Ju ende e shihni hënën më të madhe në horizont. Njohurit tuaja intelektuale nuk mund të mbishkruajnë përpunimin perceptiv që ndodh automatikisht në tru. Kjo është një nga mësimet më të thella të iluzionit të hënës. Perceptimi dhe njohurit janë sisteme të ndara në trurin tuaj. Ju mund të dini diçka intelektualisht, si faktin se hëna ka të njëjtën madhësi, por ende ta përjetoni atë ndryshe perceptualisht. Dhe kjo ndarje ekziston në shumë aspekte të jetës tuaj, jo vetëm në iluzione optike. Mendoni për iluzione të tjera që keni përjetuar, iluzionin e Müller-Lyer, ku dy vija të së njëjtës gjatësi duken të ndryshme sepse kanë shigjeta në drejtime të ndryshme në skajet e tyre. Edhe pasi i matni vijat dhe konfirmoni se janë të njëjta, ato ende duken të ndryshme. Ose iluzionin e Ponzo, ku dy vija horizontale të së njëjtës gjatësi duken të ndryshme kur vendosen midis vijave konvergjente që imitojnë perspektivën. Truri juaj nuk mund të ndalojë interpretimin e këtyre modeleve, edhe kur ju e dini më mirë. Por iluzioni i hënës është veçanërisht i fuqishëm, sepse ai ndodh në botën reale, jo në një libër të iluzioneve optike. Ai ndodh me një objekt që keni parë mijëra herë në jetën tuaj, dhe ai ndodh në një shkallë që prek diçka thellësisht njerëzore. Marrëdhënien tonë me qiellin, me natën, me kozmosin. Le të shkojmë edhe më thellë në mekanikën e asaj që po ndodh. Kur shikoni hënën lart në qiell, truri juaj e shikon atë kundrejt një sfond që është pothuajse i zbrazët, vetëm errësira e hapësirës. Nuk ka pika reference, nuk ka objekte për krahasim. Pra truri juaj e përpunon atë si një objekt të izoluar dhe madhësia e saj perceptivi mbetet relativisht e vogël. Por kur hëna është në horizont, gjithçka ndryshon. Tani ka një peizazh të tërë, pemë, ndërtesa, male, fusha, dhe truri juaj automatikisht fillon të bëj krahasime. Ai shikon një pemë që është, le të themi, 50 metra larg. Ai e di se ajo pemë është rreth 10 metra e lartë. Pastaj ai shikon hënën që duket se është pas asaj peme, dhe ai fillon të llogarisë. Nëse hëna është pas asaj peme, ajo duhet jetë shumë më larg. Por ajo ende duket e madhe në fushën time vizuale, pra ajo duhet jetë gjigante. Natyrisht kjo llogaritje nuk ndodh në mënyrë të vetëdijshme. Ju nuk po mendoni këto hapa. Kjo ndodh në nivele të trurit që janë shumë më primitive, shumë më të shpejta se mendimi i vetëdijshëm. Kjo ndodh në milisekonda, para se ju të keni mundësi të mendoni për atë që po shikoni. Dhe ja një detaj tjetër mahnitës. Iluzoni ndryshon në varësi të asaj që është në horizont. Nëse hëna ngrihet mbi një oqean të shesht, ku ka shumë pak objekte për krahasim, iluzoni është më i dobët. Nëse ajo ngrihet mbi një qytet me shumë ndërtesa, ose mbi një peizazh malor me shumë shtresa thellësie, iluzoni është më i fortë. Truri juaj po përdor çdo informacion të disponueshëm për të ndërtuar interpretimin e tij të realitetit. Kjo na çon në një pyetje fascinuese. A përjetojnë të gjithë njerëzit iluzionin e hënës në të njëjtën mënyrë? Përgjigjja është jo. Studime kanë treguar se ka variacion të konsiderueshëm. Disa njerëz përjetojnë një iluzion shumë të fortë. Hëna duket 4 ose 5 herë më e madhe në horizont. Të tjerë përjetojnë një efekt më të butë. Dhe një numër i vogël njerëzish, rreth 5 deri në 10%, raportojnë se nuk e shohin fare iluzionin. Pse kjo ndryshueshmëri? Shkencëtarët ende po e studiojnë këtë, por ka disa teori. Një mundësi është se njerëz të ndryshëm kanë ndryshime të vogla në mënyrën se si truri i tyre përpunon informacionin hapësinor. Një tjetër është se përvojat e mëparshme luajnë një rol. Njerëzit që kanë kaluar më shumë kohë duke vëzhguar qiellin, si astronomët amator, mund të kenë mësuar të kompensojnë pjesërisht për iluzionin. Por edhe midis atyre që e përjetojnë iluzionin fuqishëm, ka ndryshime interesante. Disa njerëz raportojnë se hëna jo vetëm duket më e madhe në horizont, por edhe më e afërt. Të tjerë thonë se ajo duket më e madhe, por jo domosdoshmërisht më afër. Dhe disa njerëz përjetojnë atë që quhet paradoksi i hënës. Hëna duket më e madhe, por edhe më e largët në të njëjtën kohë. Një përvojë që është logjikisht kontradiktore, por perceptualisht reale. Këto ndryshime na tregojnë diçka të rëndësishme. Perceptimi nuk është një proces i thjesht, i njëtrajtshëm. Ai është i ndërlikuar, shumë stresor dhe ndikon nga faktorë të shumtë.
nga biologjia e trurit tuaj deri te përvojat tuaja personale, nga kushtet e mjedisit deri te gjendja juaj mendore në atë moment. Le të eksplorojmë tani një aspekt historik mahnitës të këtij iluzoni. Iluzoni i hënës nuk është një zbulim modern. Njerëzit kanë qenë të vetëdijshëm për të për mijëra vjet. Në fakt, një nga përshkrimet më të hershme të shkruara vjen nga Aristoteli, filozofi grek i lashtë që jetoi në shekullin e 4 para Krishtit. Aristoteli vurire se hëna dukej më e madhe kur ishte afër horizontit dhe ai propozoi një shpjegim. Ai mendonte se avujt nga toka zmadhonin hënën duke vepruar si një lloj lenteje. Kjo ishte një hipotezë arsyeshme për kohën, por ishte e gabuar. Megjithatë, fakti që Aristoteli e vurire dhe u përpoq ta shpjegonte, tregon se ky iluzion ka qenë një burim kurreshtjeje për sa kohë që njerëzit kanë vëzguar qiellin. Shekuj më vonë, në periudhën e rilindjes, astronomë si Galileo Galilei filluan të studiojnë hënën me teleskop. Dhe ata vun re diçka interesante. Kur shikonin hënën përmes një teleskopit, iluzoni zhdukte. Hëna dukej me të njëjtën matësi pavarësisht nga pozicioni i saj në qiell. Kjo ishte një tregues i hershëm se iluzoni kishte të bënte me mënyrën se si truri përpunon informacionin vizual, jo me ndonjë efekt fizik real. Në shekullin e 17, filozofi francez René Descartes propozoi një teori që ishte më afër të vërtetës. Ai sugjeroi se iluzoni kishte të bënte me mënyrën se si ne gjykojmë distancat. Ai argumentoi se kur hëna është në horizont, ne e perceptojmë atë si më të largët dhe prandaj truri ynë e interpreton atë si më të madhe për të kompensuar për atë distancë të perceptuar. Kjo ishte një hap i rëndësishëm përpara, por ende nuk ishte historia e plotë. Në shekullin e 19, psikologë si Hermann von Helmholtz filluan të studiojnë perceptimin në mënyrë më sistematike. Helmholtz propozoi konceptin e përfundimit të pavetëdijshëm. Idenë se truri ynë vazhdimisht po bën supozime dhe interpretime për botën, bazuar në përvojat tona të mëparshme, dhe këto interpretime ndodhin automatikisht pa mendim të vetëdijshëm. Kjo ide ishte revolucionare. Ajo sugjeronte se perceptimi nuk është thjesht një regjistrim pasiv i informacionit nga bota, por një proces aktiv i ndërtimit ku truri krijon një model të realitetit. Veluthoni i hënës ishte një shembull perfekt i kësaj. Një rast ku modeli i trurit nuk përputhet me realitetin fizik. Por edhe me të gjitha këto studime, edhe me të gjithë përparimin në kuptimin ton të trurit, iluzoni i hënës mbetet në disa mënyra misteroz. Nuk ka një shpjegim të vetëm, të thjesht që të gjithë shkencëtarët bien dakord. Në vend të kësaj, ka disa teori që ndoshta të gjitha kontribuojnë në efektin e përgjithshëm. Teoria e parë që tashmë e kemi diskutuar është teoria e shkallëzimit të madhësisë largësisë. Kjo thotë se truri juaj e gjykon hënën si më të largët kur është në horizont, sepse ajo duket se është pas objekteve toksore, dhe prandaj e interpreton atë si më të madhe. Teoria e dytë quhet teoria e qiellit të sheshtë. Kjo sugjeron se truri juaj nuk e percepton qiellin si një hemisfer perfekte. Në vend të kësaj, ju e perceptoni qiellin si më të sheshtë, më si një kupë e cekët sesa si një gjysmë sferë. Kjo do të thotë se kur hëna është në horizont, truri juaj e percepton atë si më të largët se kur është drejt mbi kokë. Dhe përsëri, nëse ajo duket e largët por ende e madhe në fushën tuaj vizuale, truri juaj konkludon se ajo duhet të jetë gjigante. Teoria e tretë fokusohet në rolin e lëvizjes së syve dhe kokës. Kur shikoni hënën në horizont, sytë tuaj janë në një pozicion neutral, duke shikuar drejt përpara. Por kur shikoni hënën lart në qiell, ju duhet të ngrini kokën dhe sytë. Disa shkencëtarë sugjerojnë se kjo ndryshim në pozicionin e syve dhe kokës mund të ndikojë në mënyrën se si truri juaj përpunon madhësinë. Dhe ka edhe teori të tjera, disa që fokusohen në rolin e ngjyrave. Hëna shpesh duket më portokalli ose më e kuqe në horizont për shkak të shpërndarjes së dritës në atmosferë. Disa që fokusohen në rolin e vëmendjes. Ju mund të jeni më të fokusuar në hënë kur ajo është në horizont, sepse ajo është më e pazakontë. Dhe disa që fokusohen në faktor kulturor dhe psikologjik. E vërteta është ndoshta se të gjitha këto faktor luajnë një rol. Iluzoni i hënës nuk është rezultati një mekanizmi të vetëm në tru, por i një ndërveprimi kompleks të shumë proceseve. Dhe kjo kompleksitet është pjesë e asaj që e bën atë kaq fascinues dhe kaq të vështirë për t'u shpjeguar plotësisht. Por ja çfarë bën iluzionin e hënës vërtet të veçantë?
Ai na mëson diçka themelore rreth natyrës së perceptimit dhe realitetit. Ai na tregon se ajo që ne përjetojmë si _quote_10_ nuk është një pasqyrim i drejt për drejt i botës fizike. Në vend të kësaj, është një ndërtim, një model që truri ynë krijon bazuar në informacionin që merr nga shqisat, të filtruar përmes përvojave tona të mëparshme, të formuar nga pritjet tona, të ndikuar nga konteksti. Dhe nëse kjo është e vërtet për diçka kaq të thjeshtë sa madhësia e hënës, çfarë tjetër në përvojën tonë të realitetit është një ndërtim? Sa e saktë është perceptimi ynë i ngjyrave, i tingujve, i shijes, i prekjes? Sa shumë nga ajo që ne e marrim si të mirëqenë rreth botës është në fakt një interpretim i trurit ton, jo një fakt objektiv? Këto janë pyetje që shkojnë përtej iluzionit të hënës. ato prekin natyrën e vetë perceptimit dhe ndërgjegjësimit. Dhe ato na çojnë në një territor edhe më të thellë, në pyetje rreth natyrës së realitetit vet. Tani le të bëjmë diçka që mund t'ju duket e çuditshme. Le të harrojmë hënën për një moment. Sepse për ta kuptuar vërtet se çfarë po ndodh në trurin tuaj, duhet të shikojmë një sistem krejtësisht të ndryshëm. Një sistem që në sipërfaqe nuk ka asgjë të përbashkët me hënën, por që në thellësi zbulon saktësisht të njëjtin mekanizëm. Le të flasim për atë që ndodh kur shikoni një tren që po largohet në distancë. Imagjinoni se jeni në një stacion treni. Një tren i gjatë fillon të largohet nga ju duke lëvizur drejt në një vit të drejtë. Çfarë shihni? Shinat e trenit duken sikur po afrohen së bashku, duke u ngushtuar derisa duket se bashkohen në një pikë në horizont. Vagonat e trenit duken gjithnjë më të vegjël sa më larg që shkojnë. Dhe ja çfarë është mahnitëse? Truri juaj e di se ato shina nuk po afrohen vërtet. Ai e di se vagonët nuk po të kurren. Ai e di se kjo është perspektivë, një efekt i distancës. Por me hënën, ky sistem i njëjtë i perceptimit të perspektivës dështon. Pse? Sepse hëna është aq larg sa që nuk ka perspektivë reale. Ajo është praktikisht në një distancë infinite nga perspektiva e trurit tuaj. Nëse hëna do të lëvizte nga horizonti drejt qiellit, distanca e saj nga ju nuk ndryshon në mënyrë domethënëse. Ajo mbetet rreth 368.000 kilometra larg. Por truri juaj, i trajnuar nga një jetë e përvojave me objekte toksore, përpiqet të aplikojë të njëjtin sistem të perspektivës. Dhe rezultati është një iluzion spektakolar. Le të thellojmë në këtë paralelizëm. Ku shikoni atë tren që largohet, truri juaj po bën një seri llogaritjesh të shpejta. Ai po mat këndin që treni zë në fushën tuaj vizuale. Ai po krahas atë kënd me informacionin që ka për madhësinë reale të trenave. Ai po përdor indikator të thellësisë, shinat konvergjente, objektet që kalojnë përpara dhe pas trenit, ndryshimet në detaje dhe qartësi. Dhe nga të gjitha këto informacione, ai po ndërton një model tredimensional të skenës. Ky proces quhet perceptimi i thellësisë dhe është një nga arritjet më të mrekullueshme të trurit human. Mendoni për këtë. Sytë tuaj janë organe dydimensionale. Ata regjistrojnë dritë në një sipërfaqe të sheshtë, retinën. Por bota është tredimensionale. Pra si e bën truri juaj kërcimin nga një imazh i sheshtë në një përvojë tredimensionale? Ai përdor një arsenal të tërë teknikash, disa të mësuara, disa të lindura. Një nga teknikat më të fuqishme është ajo që quhet paralaksi lëvizse. Kur lëvizni kokën tuaj anash, objektet që janë afër lëvizin më shumë në fushën tuaj vizuale se objektet që janë larg. Provoni tani. Lëvizni kokën tuaj pak majtas dhe djatas ndërsa shikoni dhomën rreth jush. Vini re se si objektet e afërta duken sikur po lëvizin më shpejt se objektet e largta. Truri juaj po përdor këtë informacion për të ndërtuar një hartë të thellësisë. Por me hënën, paralaksi lëvizse nuk funksionon. Hëna është aq larg sa që edhe nëse lëvizni kokën, madje edhe nëse ecni disa metra, pozicioni i saj në fushën tuaj vizuale nuk ndryshon në mënyrë të dukshme. Për trurin tuaj, kjo është informacion konfuz. Objektet që nuk tregojnë paralaks zakonisht janë shumë larg, si ijet. Por hëna është e madhe në fushën tuaj vizuale, shumë më e madhe se ijet. Pra çfarë duhet të mendojë truri juaj? Le të eksplorojmë një dimension tjetër të këtij paralelizmi. Kur shikoni një peizazh, le të themi një fushë me pemë në distanca të ndryshme, truri juaj po përdor atë që quhet gradient teksture për të gjykuar thellësinë. Bari që është afër jush duket i detajuar. Ju mund të shihni flet individuale.
Bari që është më larg duket më pak i detajuar, më i shkrir. Dhe bari që është shumë larg duket si një sipërfaqe pothuajse uniforme. Truri juaj përdor këto ndryshime në detaje për të ndërtuar një ndjenjë të thellësisë. Por hëna? Hëna ka të njëjtin nivel detajesh pavarësisht nga pozicioni i saj në qiell. Ato kratera, ato detet e errta të lavës së ngurtësuar, ato rajone të ndritshme të rrezatimit, të gjitha duken të njëjta, qoftë hëna në horizont apo lart në qiell. Nuk ka gradient teksture, nuk ka humbje detajesh me distancën, dhe përsëri, truri juaj nuk ka një kuadër reference për ta interpretuar këtë. Tani le të shkojmë edhe më thellë. Le të flasim për diçka që quhet konstanca e madhësisë, një nga aftësitë më themelore dhe më të mrekullueshme të trurit tuaj. Konstanca e madhësisë është aftësia e trurit tuaj për të perceptuar objektet si të kenë të njëjtën madhësi, pavarësisht nga distanca e tyre nga ju. Imagjinoni se po shikoni një person që qëndron 5 metra larg jush. Tani ai person fijon të ecë larg, derisa është 20 metra larg. Çfarë ndodh me imazhin e atij personi në retinën tuaj? Ai bëhet shumë më i vogël. Në fakt, ai bëhet rreth 1/4 e madhësisë origjinale. Por, a e perceptoni ju atë person si të kurrur në 1/4 e madhësisë së tij? Jo. Ju ende e shihni atë si një person me madhësi normale, thjesht më larg. Kjo është konstanca e madhësisë në veprim. Truri juaj po kompenson automatikisht për ndryshimin në madhësinë e imazhit retinal bazuar në informacionin e distancës. Dhe ky sistem funksionon në mënyrë perfekte për pothuajse çdo situatë që hasni në jetën tuaj të përditshme. Por ja ku bëhet interesante me hënën. Konstanca e madhësisë varet nga aftësia e trurit tuaj për të gjykuar sakt distancën. Kur hëna është lart në qiell, pa objekte reference, truri juaj nuk ka informacion të mirë të distancës. Pra, ai e trajton hënën si një objekt relativisht të afërt, ndoshta disa kilometra larg, si një re. Dhe ai e percepton madhësinë e saj në përputhje me rrethanat. Por kur hëna është në horizont, truri juaj ka shumë informacion të distancës, të gjitha ato pemë, ndërtesa, male. Dhe ai fillon të bëjë llogaritje. Kjo hënë është pas atij mali. Ai mal është 10 kilometra larg. Pra hëna duhet të jetë edhe më larg, ndoshta 20-30 kilometra. Natyrisht, këto shifra janë ende jashtëzakonshëm larg nga distanca reale prej 368.000 kilometrash, por ato janë mjaft të ndryshme nga vlerësimi kur hëna është lart në qiell. Dhe kur truri juaj aplikon konstancën e madhësisë bazuar në këtë distancë të perceptuar më të madhe, rezultati është një hënë që duket shumë më e madhe. Le të eksplorojmë tani një eksperiment mendor që zbulon diçka të thellë rreth këtij procesi. Imagjinoni se ju mund të krijonit një hënë artificiale, një disk të përsosur të bardhë që mund ta vendosnit kudo në qiell. Dhe imagjinoni se ju e vendosni këtë hënë artificiale në horizont, por pa asnjë objekt toksor në pamje, vetëm qielli pastër deri në horizont, ndoshta mbi oqean në një ditë shumë të qartë. Çfarë do të ndodhte? Bazuar në studime që janë bërë në situata të ngjashme, iluzoni do të ishte shumë më i dobët. Hëna artificiale ende mund të dukej pak më e madhe në horizont se lart në qiell, por ndryshimi do të ishte minimal. Kjo na tregon se objektet toksore, ato pika reference, janë absolutisht kritike për iluzionin. Por tani le të ndryshojmë eksperimentin. Le të vendosim hënën artificiale lart në qiell, por le të shtojmë disa objekte reference artificiale rreth saj, ndoshta disa re ose disa pika të ndritshme që imitojnë yje. Çfarë do të ndodhte? Studime kanë treguar se edhe kjo mund të ndikojë në madhësinë e perceptuar të hënës. Nëse objektet reference janë të vogla, hëna mund të duket më e madhe në krahasim. Nëse objektet reference janë të mëdha, hëna mund të duket më e vogël. Kjo zbulon një parinë themelor të perceptimit. Truri juaj nuk mat madhësinë absolute, ai mat madhësinë relative. Gjithçka është në krahasim me gjëra të tjera. Dhe kjo është arsyeja pse konteksti është kaq i fuqishëm në formësimin e perceptimit tuaj. Le të shikojmë tani një fenomen tjetër që ndriçon këtë mekanizëm, iluzionin Ebbinghaus, i njohur gjithashtu si iluzioni i rrethit. Në këtë iluzion, ju shihni dy rrath të njëjtë në madhësi. Njëri rreth është i rrethuar nga rrath të mëdhenj, tjetri nga rrath të vegjël. Çfarë ndodh? Rrethi i rrethuar nga rrath të mëdhenj duket më i vogël. Rrethi i rrethuar nga rrath të vegjël duket më i madh.
Edhe pse të dy rrafët qendror janë saktësisht të njëjtë në madhësi, ky është saktësisht i njëjti mekanizëm që vepron me hënën. Kur hëna është në horizont, ajo është e rrethuar nga objekte toksore që truri juaj i njeh si të mëdha, pemë, ndërtesa, male. Në krahasim me këto objekte, hëna duket edhe më e madhe. Por kur hëna është lart në qiell, ajo është e rrethuar nga asgjë. Vetëm hapësira e zbrazët. Nuk ka kontekst për krahasim dhe prandaj ajo duket më e vogël. Por le të shkojmë edhe më thellë. Le të flasim për diçka që quhet teoria e kontrastit të madhësisë. Kjo teori sugjeron se truri juaj nuk vetëm që krahas madhësinë e hënës me objektet përreth, por gjithashtu e rregullon perceptimin bazuar në kontrastin midis hënës dhe mjedisit të saj. Kur hëna është në horizont, ajo shpesh duket shumë e ndritshme në krahasim me peizazhin e errët toksor. Ky kontrast i lartë mund të bëjë që hëna të duket më e madhe dhe më dominuese. Por kur hëna është lart në qiell, te errët, kontrasti është më i ulët. Qielli i errët dhe hëna e ndritshme janë të dyja pjesë të njëjtit mjedis qiellor. Dhe kjo mund të kontribuojë në perceptimin e një hëne më të vogël. Tani le të eksplorojmë një aspekt tjetër fascinues, rolin e ngjyrës. Keni vënë ndonjëherë se hëna shpesh duket portokalli ose e kuqe kur ngrihet në horizont? Kjo nuk është imagjinat. Kjo është një efekt real i quajtur shpërndarje Rayleigh, i njëjti efekt që bën qiellin të duket blu gjatë ditës dhe portokalli gjatë perëndimit të diellit. Ja si funksionon. Drita nga hëna duhet të udhtojë përmes një shtrese shumë më të trashtë atmosferës kur hëna është në horizont, krahasuar me kur është lart në qiell. Ndërsa drita udhton përmes atmosferës, molekulat e ajrit shpërndajnë gjatësitë e valës më të shkurtra të dritës, blun dhe vjollcën, më shumë se gjatësitë e valës më të gjata, të verdhën, portokalli dhe të kuqen. Pra derisa drita arrin në sytë tuaj, shumë nga drita blu është shpërndar, dhe ajo që mbetet është më e pasur në ngjyra portokalli dhe të kuqe. Por ja çfarë është interesante. Disa shkencëtar kanë sugjeruar se kjo ndryshim në ngjyrë mund të kontribuojë në iluzionin e madhësisë. Arsyetimi është se truri juaj mund të asociojë ngjyrat portokalli dhe të kuqe me objekte që janë më afër, si dielli gjatë perëndimit ose zjarri ose fruta të pjekura. Dhe nëse truri juaj e percepton hënën si më afër për shkak të ngjyrës së saj, ai mund të interpretojë atë si më të madhe për të mbajtur të njëjtën madhësi në fushën vizuale. Kjo është ende një teori e diskutueshme dhe jo të gjithë shkencëtarët bien dakord, por ajo ilustron se sa kompleks është perceptimi, se si faktorë të ndryshëm, nga ngjyra deri te konteksti hapësinor, mund të ndërveprojnë në mënyra të papritura. Le të shikojmë tani një eksperiment real që është bërë për të testuar këto ide. Në vitet 2005, një grup shkencëtarësh në Japonin krijuan një mjedis virtual ku ata mund të kontrollonin çdo aspekt të skenës, madhësinë e hënës, pozicionin e saj, objektet përreth, madje edhe ngjyrën e saj. Ata i kërkuan vullnetarëve të vlerësonin madhësinë e hënës në kushte të ndryshme. Çfarë zbuluan? Së pari, ata konfirmuan se objektet toksore ishin kritike për iluzionin. Kur hoqën të gjitha objektet toksore, iluzioni pothuajse zhdukte. Së dyti, ata zbuluan se lloji i objekteve kishte rëndësi. Objektet që ishin të njohura dhe të lehta për të gjykuar në madhësi, si pemë ose ndërtesa, prodhonin një iluzion më të fortë se objektet abstrakte ose të panjohura. Por zbulimi më interesant ishte ky. Kur ata manipulonin madhësinë e perceptuar të objekteve toksore, duke i bërë ato të duken më të mëdha ose më të vogla përmes iluzioneve të tjera optike, kjo ndikonte drejt për drejt në madhësinë e perceptuar të hënës. Nëse objektet toksore dukeshin më të mëdha, hëna dukej më e vogël. Nëse objektet toksore dukeshin më të vogla, hëna dukej më e madhe. Kjo ishte një provë fuqishme se iluzioni i hënës është vërtet një iluzion i krahasimit, se truri juaj po gjykon madhësinë e hënës në lidhje me objektet e tjera në skenë, jo si një vlerë absolute. Tani le të eksplorojmë një pyetje që ndoshta ju keni pasur në mendje. A mund ta trurin tuaj për të mos parë iluzionin? A mund të mësoni ta shihni hënën me madhësinë e saj të vërtetë? Përgjigjja është komplekse. Disa studime kanë treguar se njerëzit që kalojnë shumë kohë duke vëzhguar qiellin, si astronomët profesionist ose amator, raportojnë një iluzion më të dobët. Por edhe këta ekspert ende përjetojnë iluzionin në një shkallë. Duket se ju mund të mësoni ta kompensoni pjesërisht për iluzionin, por nuk mund ta eliminoni plotësisht.
Pse? Sepse iluzioni ndodh në nivele të trurit që janë shumë primitive, shumë automatike, për të kontrolluar plotësisht nga mendimi i vetëdijshëm. Është si të përpiqesh të mos shohësh një iluzion optik pasi e di se është iluzion. Njohuritë nuk e ndryshojnë perceptimin. Por ja çfarë është fascinuese? Edhe nëse nuk mund ta eliminoni iluzionin, ju mund të ndryshoni mënyrën se si e përjetoni atë. Kur e kuptoni shkencën pas iluzionit, kur e dini se çfarë po bën truri juaj, përvoja juaj e iluzionit ndryshon. Ajo bëhet më pak një mister dhe më shumë një dritare në funksionimin e trurit tuaj. Ajo bëhet një mjet për vetnjohje. Le të shikojmë tani një aspekt tjetër të këtij fenomeni. Ndryshueshmërinë individuale. Pse disa njerëz përjetojnë një iluzion shumë të fortë, ndërsa të tjerë përjetojnë një efekt më të butë? Një faktor është mosha. Studime kanë treguar se fëmijët e vegjël shpesh përjetojnë një iluzion më të dobët se të rriturit. Kjo mund të jetë sepse sistemi i tyre i perceptimit të thellësisë është ende duke u zhvilluar dhe ata nuk kanë akumuluar ende të njëjtat përvojë me perceptimin e distancës që kanë të rriturit. Në anën tjetër, njerëzit më të vjetër gjithashtu mund të përjetojnë një iluzion më të dobët, por për arsye të ndryshme. Me moshën, disa aspekte të perceptimit vizual dobësohen, për shembull, aftësia për të perceptuar kontrast dhe detaje. Dhe këto ndryshime mund të ndikojnë në forcën e iluzionit. Një faktor tjetër është përvojë kulturore. Njerëzit që janë rritur në mjedise urbane, të rrethuar nga ndërtesa dhe struktura artificiale, mund të përjetojnë iluzionin ndryshe nga njerëzit që janë rritur në mjedise rurale me peizazhe më të hapura. Kjo është sepse truri juaj është formuar nga mjediset që keni përjetuar. Ai ka mësuar të interpretojë informacionin vizual bazuar në atë që ka parë më shpesh. Ka edhe ndryshime individuale në vetë strukturën e trurit. Disa njerëz kanë zona të trurit që janë përgjegjëse për perceptimin hapësinor, që janë pak më të mëdha ose më aktive se mesatarja. Të tjerë mund të kenë lidhje pak të ndryshme midis zonave të ndryshme të trurit që përpunojnë informacionin vizual. Dhe këto ndryshime të vogla mund të çojnë në përvojë të ndryshme të iluzionit. Por ja çfarë është vërtet mahnitëse? Pavarësisht nga këto ndryshime individuale, iluzioni i hënës është universal. Ai ndodh në të gjitha kulturat, në të gjitha mosat, me disa variacion në forcë, në të gjitha vendet e botës. Kjo na tregon si ai është i zhënjosur në diçka themelore rreth mënyrës se si truri human funksionon. Jo në faktor kulturor ose mjedisore, por në vetë arkitekturën e sistemit ton vizual. Le të eksplorojmë tani një dimension tjetër të këtij fenomeni, lidhjen midis iluzionit të hënës dhe iluzioneve të tjera të madhësisë. Sepse hëna nuk është objekti i vetëm qiellor që duket të ndryshojë madhësi. E njëjta gjë ndodh me diellin. Ai duket më i madh në horizont se lart në qiell. Dhe madje, konstelacionet e yjeve mund të duken më të shtrira, më të mëdha kur janë afër horizontit. Kjo na tregon se iluzioni nuk ka të bëjë me ndonjë cilësi speciale të hënës. Ai ka të bëjë me mënyrën se si truri juaj përpunon çdo objekt qiellor kur ai është afër horizontit. Është një efekt i përgjithshëm i sistemit tuaj të perceptimit. Por ka edhe iluzione të tjera të madhësisë që ndodhin në kontekste krejtësisht të ndryshme. Për shembull, ka një iluzion të quajtur iluzioni i korridorit Ames. Në këtë iluzion, ju shihni një korridor që duket normale, por në të vërtetë është ndërtuar me proporcione të shtrembruara. Kur dy njerëz me të njëjtën lartësi qëndrojnë në skaje të ndryshme të korridorit, njëri duket gjigant dhe tjetri duket xhuç. Pse? Sepse truri juaj po përdor indikatorët e perspektivës të korridorit për të gjykuar distancën e njerëzve. Por sepse korridori është i shtrembruar, këta indikatorë janë mashtruese. Truri juaj mendon se një person është shumë më larg se tjetri dhe prandaj e interpreton atë si shumë më të madh për të mbajtur të njëjtën madhësi në fushën vizuale. Kjo është saktësisht e njëjta mekanizëm që vepron me hënën. Një gabim në gjykimin e distancës që çon në një gabim në perceptimin e madhësisë. Dhe kjo na tregon se iluzioni i hënës nuk është një anomali e çuditshme, por një shembull i një parimi shumë më të përgjithshëm të perceptimit. Le të shikojmë tani një aspekt praktik. Si mund ta përdorni këtë njohuri për të ndryshuar përvojën tuaj të iluzionit? Edhe nëse nuk mund ta eliminoni iluzionin, ka mënyra për ta manipuluar atë, për ta bërë atë më të fortë ose më të dobët. Një teknik është të ndryshoni kontekstin. Nëse dëshironi ta shihni hënën me madhësinë e saj më të vërtetë, provoni ta shikoni atë përmes një tubi të ngushtë.
si një tub letre ose madje thjesht duke bërë një rreth me gishtat tuaj. Kjo eliminon objektet toksore nga fusha juaj vizuale dhe dobëson iluzionin. Hëna do të duket më e vogël, më afër madhësisë së saj reale të perceptuar. Një teknik tjetër është të ndryshoni pozicionin tuaj. Si shpërmendëm më herët, nëse u përkullni dhe e shikoni hënën me skëmbëve tuaja, iluzoni dobësohet. Kjo është sepse ju po prisni lidhjet normale të trurit tuaj me kontekstin hapësinor. Ose provoni këtë. Kur hëna është në horizont dhe duket gjigante, mbyllni një sy dhe shtriheni dorën drejt hënës. Provoni ta kapni hënën midis gishtit tuaj të madh dhe treguesit. Do të zbuloni se ju mund ta mbulloni lehtësisht hënën me thonjtë tuaj. Kjo përvojë taktile mund t'ju ndihmojë ta realizoni se sa e vogël është hëna në të vërtetë në fushën tuaj vizuale. Por ja çfarë është interesante. Edhe pasi të keni bërë të gjitha këto eksperimente, edhe pasi ta keni vetes suaj se hëna nuk është vërtet më e madhe, herën tjetër që e shihni atë në horizont, iluzoni do të jetë përsëri atje. Truri juaj nuk mëson nga këto përvojë në mënyrën që mund të prisni. Iluzoni është shumë i thellë, shumë automatik për të ndryshuar nga njohuritë e vetëdijshme. Dhe kjo na çon në një pyetje filozofike të thellë. Nëse perceptimi juaj nuk mund të ndryshohet nga njohuritë, çfarë do të thotë kjo për natyrën e realitetit dhe përvojës? A është perceptimi juaj realiteti juaj, edhe kur ju e dini intelektualisht se ai është i gabuar? Le të eksplorojmë këtë pyetje përmes një eksperimenti mendor tjetër. Imagjinoni se ju jeni në një vëmë me mure të kuq. Pas disa minutash, sytë tuaj fillojnë të adaptohen. Ngjyra e kuqe duket më pak intensive. Tani imagjinoni se dikush ju tregon një copë letre të bardhë. Por për shkak të adaptimit të syve tuaj, letra nuk duket e bardhë. Ajo duket pak e gjelbërt, ngjyra komplementare e të kuqes. Ju e dini intelektualisht se letra është e bardhë. Ndoshta madje e keni parë të njëjtën copë letre pak më parë dhe e dini se është e bardhë. Por sytë tuaj, truri juaj, ju tregojnë se ajo është e gjelbërt. Pra cila është e vërteta? A është letra e bardhë sepse kjo është ngjyra e saj fizike? Apo është ajo e gjelbërt, sepse kjo është ajo që ju përjetoni? Kjo nuk është vetëm një pyetje akademike, kjo prek zemrën e asaj që do të thotë të përjetosh realitetin. Sepse në fund të fundit, e gjithë përvojë juaj e botës vjen përmes perceptimit tuaj. Ju nuk keni akses të drejt për drejt në realitetin objektiv. Ju keni vetëm akses në modelin që truri juaj ndërton, bazuar në informacionin nga shqisat tuaja. Dhe nëse ky model mund të jetë kaq i gabuar rreth diçka e kaq të thjeshtë sa madhësia e hënës, çfarë tjetër mund të jetë e gabuar? Sa e saktë është perceptimi juaj i ngjyrave, kur ju e dini se ngjyrat janë thjesht interpretimi i trurit tuaj i gjatësive të ndryshme të valës së dritës? Sa e saktë është perceptimi juaj i tingujve, kur ju e dini se tingujt janë thjesht interpretimi i trurit tuaj i valëve të presionit në ajër? Sa i saktë është perceptimi juaj i kohës, kur studime kanë treguar se truri juaj mund ta shtrembërojë kohën, duke e bërë disa momente të duken më të gjata dhe të tjera më të shkurtra. Këto pyetje na çojnë në një territor që është njëkohësisht shkencor dhe filozofik. Ato na bëjnë të pyesim, çfarë është realiteti? A është ai bota fizike objektive që ekziston pavarësisht nga perceptimi in? Apo është ai përvojë subjektive që ne krijojmë përmes proceseve tona perceptive? Filozofët kanë debatuar këto pyetje për mijëra vjet, por iluzioni i hënës na jep një mënyrë konkrete, të prekshme për t'i eksploruar ato. Ai na tregon se ka një hendek midis realitetit fizik dhe përvojës perceptivie. Dhe ai na bën të pyesim, sa i gjerë është ky hendek? Çfarë tjetër mund të jetë ndryshme nga ajo që ne përjetojmë? Le të shikojmë tani një aspekt tjetër fascinues, lidhjen midis iluzionit të hënës dhe artit. Artistët kanë qenë të vetëdijshëm për iluzionin e hënës për shekuj dhe shumë prej tyre e kanë përdorur atë në mënyrë të vetëdijshme në punën e tyre. Kur një piktor pikturon një peizazh me hënë në horizont, ai shpesh e pikturon hënën shumë më të madhe se sa do të ishte në realitet në atë shkallë. Pse? Sepse nëse ai do ta pikturonte hënën me madhësinë e saj të vërtetë relative, ajo do të dukej e vogël dhe e parëndësishme në pikturë. Ajo nuk do të kapte përvojën që njerëzit kanë kur shohin hënën në horizont. Pra artistët, në një kuptim, po pikturojnë perceptimin, jo realitetin.
Ata po përpiqen të riprodhojnë përvojën subjektive të shikimit të hënës, jo faktin objektiv të madhësisë së saj. Dhe kjo është një nga funksionet e artit. Të kap dhe të transmetoj përvojën njerëzore, edhe kur ajo përvojë nuk përputhet me realitetin fizik. Kjo na çon në një realizim të thellë. Iluzoni i hënës nuk është thjesht një kuriozitet shkencor. Ai është një pjesë themelore e përvojës njerëzore. Ai ka formsuar artin ton, letërsinë ton, mitologjin ton. Ai ka ndikuar në mënyrën se si ne e shohim dhe e kuptojmë botën. Në shumë kultura të lashta, hëna e madhe në horizont ishte parë si një shenjë, një paralajmërim, një mesazh nga perëndit. Në mitologjin greke, hëna ishte personifikuar si perëndesha Selene, që udhëtonte përmes qiellit në një karroç të tërhequr nga kuaj. Në mitologjin kineze, hëna ishte shtëpia e perëndeshës Chang'e. Në traditat e shumta indigjene, hëna ishte një figurë fuqishme shpirtërore. Dhe në të gjitha këto tradita, madhësia dhe pamja e hënës luanin një rol. Hëna e madhe e ndriqme në horizont ishte një moment i veçantë, një kohë kur veli midis botës fizike dhe botës shpirtërore ishte më i hollë. Natyrisht, tani ne e dim se hëna nuk ndryshon vërtet madhësi. Ne e dim se iluzoni është në trurin ton, jo në qiell. Por a e bën kjo përvojën më pak domethënëse? A e bën kjo hënën më pak të bukur, më pak mahnitëse? Unë do të argumentoja se jo. Në fakt, kuptimi i shkencës pas iluzionit e bën atë edhe më të mrekullueshëm, sepse tani ne nuk jemi thjesht duke admiruar hënën, ne jemi duke admiruar kompleksitetin e jashtëzakonshëm të trurit ton. Aftësinë e tij për të ndërtuar një përvojë të pasur, të detajuar të realitetit nga informacioni i papërpunuar që vjen nga shqisat tona. Çdo herë që shikoni hënën në horizont dhe e shihni atë gjigante, mahnitëse, ju po përjetoni një demonstrim të drejtpërdrejtë të fuqisë së trurit tuaj. Ju po shihni sistemin tuaj perceptiv në veprim, duke bërë llogaritje të shpejta, duke aplikuar rregulla që ka mësuar nga një jetë e përvojash, duke ndërtuar një model të realitetit që, edhe pse jo perfekt i sakt, është jashtëzakonshëm i dobishëm për lundrimin në botë. Dhe kjo, në fund të fundit, është mësimi i vërtetë i iluzionit të hënës. Nuk është se truri ynë na gënjen, është se truri ynë po bën punën e tij. Po interpreton, po ndërton, po krijon një përvojë të realitetit që na lejon të funksionojmë në botë. Dhe fakti që ky sistem ndonjëherë prodhon iluzione nuk është një defekt, është një dëshmi e kompleksitetit dhe sofistikimit të proceseve që ndodhin në trurin ton çdo sekond të çdo dite. Kështu që herën tjetër që shihni hënën duke u ngritur në horizont, duke u shfaqur gjigante dhe mahnitëse, mos u përpiqni ta luftoni iluzionin. Përkundrazi, admirojeni atë. Lëreni veten të mahniteni nga ai, sepse ju nuk jeni thjesht duke parë hënën. Ju jeni duke parë një mrekulli të trurit human, një dritare në proceset e jashtëzakonshme që krijojnë përvojën tuaj të realitetit. Dhe ndërsa qëndroni atje, duke shikuar atë hënë gjigante, dini se çdo person tjetër që e ka parë ndonjëherë hënën në horizont ka përjetuar të njëjtin iluzion. Nga njerëzit e lashtë që e shikonin atë me mrekulli dhe frikë, deri te shkencëtarët modern që e kuptojnë mekanikën e saj, të gjithë ne ndajmë këtë përvojë. Është një lidhje që na bashkon përmes kohës dhe hapësirës, një kujtesë se pavarësisht nga të gjitha ndryshimet tona, ne të gjithë ndajmë të njëjtin tru human themelor, të njëjtin sistem perceptiv, të njëjtën mënyrë të shikimit të botës. Dhe ndoshta në fund, kjo është arsyeja pse iluzoni i hënës është kaq i fuqishëm, kaq i qëndrueshëm, kaq universal. Nuk është thjesht një kuleshtje shkencore. Është një pjesë e asaj që do të thotë të jesh njeri, të shikosh botën jo si ajo është, por si ne e përjetojmë atë, të filtruar përmes proceseve të mrekullueshme të trurit ton. Tani le të bëjmë diçka që mund t'ju duket radikale. Le të ndalojmë së folluri për atë që shohim dhe të fillojmë të flasim për atë që nuk mund të shohim. Sepse ja çfarë është vërtet e çuditshme me iluzionin e hënës, ai nuk është vetëm rreth asaj që truri juaj po bën, ai është rreth asaj që truri juaj nuk mund të mos bëj. Edhe kur ju e dini të vërtetën, edhe kur keni parë provat, edhe kur kuptoni shkencën, truri juaj vazhdimisht po krijon të njëjtin iluzion. Dhe kjo na çon në një pyetje që shkon shumë më thellë se hëna. Sa shumë nga realiteti juaj është i pandallshëm, i paevitueshëm, i ndërtuar në vetë strukturën e ndërgjegjësimit tuaj?
Le të fillojmë me një eksperiment që ndryshon gjithçka. Në vitet 2013, një ekip neurologësh në Institutin e Teknologjisë në Massachusetts bën diçka të jashtëzakonshme. Ata implantuan elektroda shumë të vogla në korteksin vizual të vullnetarëve, zona e trurit që përpunon informacionin nga syt. Dhe pastaj, ndërsa këta vullnetar shikonin hënën në horizont, shkencëtarët regjistruan saktësisht cilat neurona po aktivizoheshin. Çfarë zbuluan ishte mahnitëse. Kur vullnetarët shikonin hënën në horizont, kur ata e përjetonin iluzionin e një hëne gjigante, modeli i aktivizimit neural ishte saktësisht i njëjtë me modelin që do të shfaqej nëse ata do të shikonin një objekt që ishte vërtet më i madh. Me fjalë të tjera, për trurin, iluzoni nuk ishte një iluzion. Ai ishte realitet. Le ta themi përsëri, sepse kjo është thelbësore. Në nivelin e neuronave individuale, në nivelin e qelizave nervore që përbëjnë trurin tuaj, nuk ka ndryshim midis shikimit të një hëne që është vërtet e madhe dhe shikimit të një hëne që vetëm duket e madhe. Përvojë juaj subjektive. Ajo që ju përjetoni si _quote_45_ është e njëjtë në të dy rastet. Truri juaj nuk po ju gënjen. Ai po ju tregon realitetin e tij, realitetin e ndërtuar nga proceset e tij perceptivie. Por tani vjen pjesa që vërtet do t'ju bëj të mendoni. Nëse kjo është e vërtet për iluzionin e hënës, çfarë tjetër në përvojën tuaj të realitetit është një iluzion që truri juaj e trajton si realitet? Le të shkojmë më thellë. Mendoni për ngjyrën. Ju shihni një mollë të kuqe. Ajo kuqe duket absolutisht reale, absolutisht objektive. Por ja e vërteta, nuk ka gjë të tillë si e kuqe në botën fizike. Ka vetëm dritë me një gjatësi vale prej rreth 630 deri në 700 nanometra. Kur kjo dritë godet retinën tuaj, ajo aktivizon lloje të caktuara të qelizave të quajtura kone, të cilat dërgojnë sinjale në trurin tuaj. Dhe truri juaj, në një proces që ende nuk e kuptojnë plotësisht, e transformon atë informacion në përvojën subjektive që ju e quani e kuqe. Por ja ku bëhet vërtet e çuditshme. Njerëz të ndryshëm mund të kenë përvojë pak të ndryshme të asaj që quhet e kuqe. Ka një kusht i quajtur sinestezi, ku disa njerëz përjetojnë ngjyra kur dëgjojnë tinguj, ose shijojnë shije kur shohin forma. Ka njerëz që janë daltonistë që nuk mund të dallojnë midis të kuqes dhe të gjelbërt. Ka madje kultura që nuk kanë fjalë të veçanta për ngjyra të caktuara. Disa gjuhë nuk dallojnë midis bluz dhe të gjelbërt, duke i trajtuar ato si nuanca të së njëjtës ngjyre. Pra çfarë është e kuqja vërtet? A është ajo një cilësi objektive e botës? Apo është ajo një ndërtim i trurit tuaj, një mënyrë e interpretimit të informacionit që nuk ka ekuivalent të drejtpërdrejtë në realitetin fizik? Dhe nëse kjo është e vërtet për ngjyrën, çfarë për tingullin? Ju dëgjoni një simfoni, violinat, cellot, flauta, timpanet. Ajo muzikë duket kaq reale, kaq e pasur, kaq plot me emocione. Por në botën fizike ka vetëm val presioni në ajër, molekula ajri që lëkundën përpara dhe prapa me frekuenca të ndryshme. Truri juaj merr këto lëkundje mekanike dhe i transformon në përvojën e jashtëzakonshme që ju e quani muzikë. Ose mendoni për dhimbjen. Ju prekni një sopë të ngjethë dhe ndjeni një dhimbje të mpreft, djegëse. Ajo dhimbje duket absolutisht reale, absolutisht e pranishme. Por ja e vërteta. Dhimbja nuk ekziston në gjishtin tuaj. Ajo ekziston vetëm në trurin tuaj. Çfarë ndodh në gjishtin tuaj është dëmtim i indit, i cili aktivizon receptor të veçantë të dhimbjes, të quajtur nociceptor. Këta receptor dërgojnë sinjale në trurin tuaj dhe truri juaj krijon përvojën e dhimbjes. Ne e dim këtë sepse njerëz që kanë humbur gjymtyr shpesh përjetojnë dhimbje fantazm. Dhimbje që duket se vjen nga një gjymtyr që nuk është matje. Truri i tyre ende po krijon përvojën e dhimbjes, edhe pse nuk ka më asnjë gjymtyr fizike për të qenë në dhimbje. Dhimbja është reale, aq reale sa çdo dhimbje tjetër, por ajo nuk korespondon me asnjë dëmtim fizik aktual. Kjo na çon në një realizim që është njëkohësisht i thellë dhe shqetësues. Po tuaj se gjithçka që ju përjetoni si realitet është një ndërtim i trurit tuaj. Ngjyrat, timgujt, shijet, aromet, ndjenjat taktile.
Të gjitha janë interpretime të informacionit të papërpunuar që vjen nga shqisat tuaja. Dhe këto interpretime nuk janë perfekte, objektive pasqyrime të botës fizike. Ato janë modele. Modele të dobishme, modele që na lejojnë të funksionojmë dhe të mbijetojmë, por modele megjithatë. Tani le të shkojmë edhe më thellë. Le të flasim për diçka që quhet problemi i vështirë i ndërgjegjësimit. Ky është një term i krijuar nga filozofi David Chalmers në vitet 1995 dhe ai referohet një nga pyetjet më themelore dhe më të vështira në shkencë dhe filozofi. Si dhe pse aktiviteti fizik në tru krijon përvojë subjektive. Mendoni për këtë. Ne mund të shpjegojmë shumë rreth mënyrës se si truri funksionon. Ne mund të gjurmojmë se si informacioni rrjedh nga syt në korteksin vizual. Ne mund të identifikojmë cilat zona të trurit aktivizohen kur shihni një ngjyrë të caktuar ose dëgjoni një tingull të caktuar. Ne mund të hartojmë lidhjet midis neuronave të ndryshme. Por ja çfarë nuk mund të shpjegojmë. Pse të gjitha këto procese fizike, elektrona që lvizin, molekula që ndryshojnë formë, sinjale elektrike që udhtojnë përgjatë neuronave, krijojnë përvojën subjektive të kuqes ose dhimbjes ose muzikës. Pse nuk jemi thjesht robot biologjik që përpunojnë informacion pa asnjë përvojë të brendshme? Pse ka diçka që ndihet si të jesh ju? Filozofët e quajnë këtë qualia, cilësitë subjektive të përjetuara të përvojës. Dhe pavarësisht nga dekadat të kërkimit, ne ende nuk kemi një shpjegim të plot se si truri fizik krijon qualia. Iluzoni i hënës na jep një mënyrë konkrete për të menduar rreth këtij problemi. Kur shikoni hënën në horizont, ka dy nivele të realitetit në lojë. Ka realiteti fizik. Hëna ka një madhësi të saktë, një distancë të saktë, një diametër të saktë. Dhe ka realiteti i përjetuar. Hëna duket gjigante, mahnitëse, shumë më e madhe se kur është lart në qiell. Të dy këto realitete janë reale në mënyra të ndryshme. Realiteti fizik është i matshëm, objektiv, i pavarur nga perceptimi juaj. Realiteti i përjetuar është subjektiv, personal, i krijuar nga proceset e trurit tuaj. Por për ju, për ndërgjegjësimin tuaj, realiteti i përjetuar është ai që ka rëndësi. Ai është realiteti që ju jetoni, që ju përjetoni, që formon botën tuaj. Dhe ja ku bëhet vërtet interesante, ne nuk kemi akses të drejtpërdrejt në realitetin fizik. Gjithçka që dimë rreth botës fizike vjen përmes perceptimit ton, përmes modeleve që truri i ndërton. Madje edhe kur përdorim instrumente shkencore, teleskop, mikroskop, spektrometra, ne ende po interpretojmë informacionin përmes sistemeve tona perceptive. Ne lexojmë numra në një ekran, shikojmë grafe, dëgjojmë përshkrime. Të gjitha këto janë të filtruara përmes trurit ton. Kjo na çon në një pyetje filozofike që ka shqetësuar mendimtarët për shekuj. A mund të dim ndonjëherë si është bota vërtet, pavarësisht nga perceptimi ynë? Filozofi gjerman Immanuel Kant e quajti këtë dallimin midis fenomenit, botës siç na duket neve, dhe noumenit, botës siç është në vetvete. Kant argumentoi se ne nuk mund të kemi kur akses të drejtpërdrejt në noumen. Ne jemi përgjithmonë të kufizuar në fenomen, në botën e përjetuar. Por ja çfarë është fascinuese? Edhe brenda kufive të fenomenit ka shtresa të ndryshme të realitetit. Ka realiteti i përvojës së drejtpërdrejt, hëna duket gjigante. Ka realiteti i matjes shkencore, hëna ka të njëjtën madhësi. Ka realiteti i kuptimit konceptual. Ne e dim se iluzoni është në trurin ton. Dhe të gjitha këto shtresa janë reale në mënyra të ndryshme. Të gjitha janë pjesë e përvojës son të plot të realitetit. Le të eksplorojmë tani një dimension tjetër të kësaj. Rolin e gjuhës në formësimin e perceptimit ton. Kur ju e cuani hënën gjigante në horizont, ju nuk jeni thjesht duke përshkruar atë që shihni. Ju jeni duke e formësuar atë që shihni. Gjuha ka një efekt të fuqishëm në perceptimin. Ka një hipotezë në gjuhësi të quajtur hipoteza Sapir-Whorf, e cila sugjeron se gjuha që flisni ndikon në mënyrën se si mendoni dhe perceptoni botën. Versioni i fortë i kësaj hipoteze, që gjuha përcakton plotësisht mendimin, është i diskutueshëm. Por versioni më i butë, që gjuha ndikon në mendimin, ka mbështetje të konsiderueshme. Për shembull, disa gjuhë kanë fjalë shumë specifike për nuanca të ndryshme të ngjyrave që gjuhë të tjera nuk i kanë.
Folësit e këtyre gjuhëve shpesh janë më të mirë në dallimin e këtyre nuancave. Disa gjuhë kanë sisteme komplekse për përshkrimin e marrëdhënieve hapësinore që gjuhët e tjera nuk i kanë. Folësit e këtyre gjuhëve shpesh kanë aftësi më të mira të navigimit hapësinor. Pra kur ne flasim për iluzionin e hënës, kur e përshkruajmë atë, kur e konceptualizojmë atë, gjuha që përdorim po formon përvojën tonë të tij. Nëse e quajmë atë një iluzion, ne po e vendosim atë në një kategori të caktuar, diçka që nuk është reale, diçka që është mashtruese. Por nëse e quajmë atë një fenomen perceptiv, ne po e vendosim atë në një kategori të ndryshme, diçka që është pjesë e mënyrës normale se si truri funksionon. Dhe kjo zgjedhje e fjalëve ka rëndësi. Ajo ndikon në mënyrën se si e mendojmë fenomenin, në mënyrën se si e studiojmë atë, në mënyrën se si e integrojmë atë në kuptimin ton të realitetit. Le të shkojmë tani në një territor edhe më spekulativ. Çfarë nëse iluzoni i hënës nuk është një gabim, por një veçori? Çfarë nëse truri ynë është evoluar për të parë hënën më të madhe në horizont për një arsye? Kjo mund të tingëllojë e çuditshme në fillim, por mendoni për këtë. Për pjesën më të madhe të historisë njerëzore, hëna ka qenë një nga burimet kryesore të dritës natën. Një hënë e plot mund të bëjë ndryshimin midis të qenit në gjendje të lundrosh natën dhe të qenit i verbër. Dhe hëna në horizont, veçanërisht kur po ngrihet ose po perëndon, është një moment kritik. Është momenti kur ju mund ta përdorni hënën për navigim, për të gjetur rrugën tuaj, për të planifikuar aktivitetet tuaja. Pra ndoshta truri ynë është evoluar për t'i kushtuar vëmendje të veçantë hënës në horizont. Ndoshta duke e bërë atë të duket më e madhe, më e rëndësishme, më e vështirë për t'u injoruar, truri ynë po na siguron që ne e vëmë re atë, që ne e përdorim atë, që ne përfitojmë nga informacioni që ajo ofron. Kjo është spekulim natyrisht. Nuk ka provë të drejtë për drejtë se iluzoni i hënës ka një funksion evolucionar. Por ai na kujton se jo çdo aspekt i perceptimit ton duhet të jetë i saktë, në kuptimin e të qenit një pasqyrim perfekt i realitetit fizik. Disa aspekte të perceptimit ton mund të jenë optimizuar për dobishmëri, jo për saktësi. Dhe kjo na çon në një pyetje më të gjerë. Çfarë është qëllimi i perceptimit? A është ai të na jap një pasqyrim të saktë të realitetit? Apo është ai të na ndihmojë të mbijetojmë dhe të riprodhohemi? Filozofi Donald Hoffman ka propozuar një teori radikale të quajtur realiteti i ndërfaqes. Ai argumenton se perceptimi ynë nuk është projektuar për të na treguar realitetin siç është. Në vend të kësaj, ai është projektuar për të na treguar një ndërfaqe, një version i thjeshtësuar, i dobishëm i realitetit, që na lejon të ndërveprojmë me botën në mënyrë efektive. Mendoni për ndërfaqen e një kompjuteri. Kur klikoni në një ikonë në ekranin tuaj, ju nuk jeni duke parë kodin aktual që po ekzekutohet, tranzistorët që po ndryshojnë gjendje, elektrona që po lvizin. Ju jeni duke parë një përfaqësim të thjeshtësuar, simbolik, që ju lejon të ndërvepronit me kompjuterin pa pasur nevojë të kuptoni të gjithë kompleksitetin e brendshëm. Hoffman sugjeron se perceptimi ynë funksionon në mënyrë të ngjashme. Ne nuk po shikojmë realitetin të vërtet, çfarëdo që mund të jetë ai. Ne po shikojmë një ndërfaqe që truri ynë ka ndërtuar për të na ndihmuar të lundrojë në botë. Dhe kjo ndërfaqe nuk ka nevojë të jetë saktë. Ajo vetëm duhet të jetë e dobishme. Kjo është një ide kontroverse dhe jo të gjithë shkencëtarët bien dakord me të, por ajo na jep një mënyrë të re për të menduar rreth iluzioneve, si iluzioni i hënës. Ndoshta iluzioni nuk është një gabim në sistem, ndoshta ai është një veçori e ndërfaqes, një mënyrë që truri ynë ka zgjedhur për të përfaqësuar informacionin që është më i dobishëm për ne. Le të eksplorojmë tani një aspekt tjetër fascinues, lidhjen midis iluzionit të hënës dhe ndërgjegjësimit. Kur ju shikoni hënën në horizont dhe e shihni atë gjigante, ju jeni të vetëdijshëm për përvojën tuaj. Ju mund të mendoni për atë që po shihni, të reflektoni mbi të pyesni veten nëse ajo që po shihni është reale. Kjo aftësi për vetë reflektim, për të qenë të vetëdijshëm për vetë ndërgjegjësimin tuaj, është një nga karakteristikat më të veçanta të mendjes njerëzore. Filozofët e quajnë këtë ndërgjegjësimi rendit të dytë. Jo vetëm të qeni të vetëdijshëm, por të qeni të vetëdijshëm se jeni të vetëdijshëm. Dhe iluzoni i hënës na jep një mënyrë unike për të eksploruar këtë. Sepse kur ju e dini se hëna nuk është vërtet më e madhe, por ju ende e shihni atë si më të madhe,
Ju jeni duke përjetuar një ndarje midis njohurive tuaja dhe perceptimit tuaj. Ju jeni të vetëdijshëm se perceptimi juaj është i gabuar, por ju nuk mund ta ndryshoni atë. Kjo ndarje zbulon diçka të thellë rreth strukturës së ndërgjegjësimit. Ka nivele të ndryshme të përpunimit në trurin tuaj që nuk komunikojnë gjithmonë në mënyrë perfekte me njëri tjetrin. Ka procese perceptivie që ndodhin automatikisht pa kontroll të vetëdijshëm, dhe ka procese konceptuale, mendimi, arsjetimi, njohurit, që mund të veprojnë në këto perceptime, por nuk mund t'i ndryshojnë ato plotësisht. Kjo na çon në një pyetje fascinuese. Sa shumë nga mendja juaj është e aksesueshme për ndërgjegjësimin tuaj të vetëdijshëm? Studime në neuroshkencë kanë treguar se shumica e përpunimit që ndodh në trurin tuaj ndodh jashtë ndërgjegjësimit të vetëdijshëm. Truri juaj po bën miliona llogaritje çdo sekond, po rregullon rrajet e zemrës suaj, po koordinon lëvizjet tuaja, po përpunon informacion nga shqisat tuaja, dhe ju nuk jeni të vetëdijshëm për asnjë prej tyre. Madje edhe vendimet që ju mendoni se po i merrni në mënyrë të vetëdijshme mund të jenë të ndikuara nga procese që ndodhin jashtë ndërgjegjësimit tuaj. Ka eksperimente të famshme ku shkencëtarët mund të parashikojnë vendimin që një person do të marrë disa sekonda para se personi të jetë i vetëdijshëm se ka marrë vendimin, thjesht duke shikuar aktivitetin në trurin e tyre. Kjo ngre pyetje të thella rreth vullnetit të lirë, rreth natyrës së vendimarrjes, rreth asaj që do të thotë të jesh një agent i vetëdijshëm. Nëse aq shumë nga ajo që bën truri juaj ndodh jashtë ndërgjegjësimit tuaj, sa kontroll keni ju vërtet? Kush është _quote_51 në këtë ekuacion? Iluzoni i hënës na jep një shembull konkret të kësaj ndarjeje. _quote_52, ndërgjegjësimi juaj i vetëdijshëm. E dini se hëna nuk është më e madhe? Por një pjesë tjetër e sistemet perceptivi që operojnë jashtë ndërgjegjësimit të vetëdijshëm vazhdon ta shohë atë si më të madhe. Pra cili është _quote_54_ i vërtet? A është ai ndërgjegjësimi i vetëdijshëm që di të vërtetën? Apo është ai sistemi i plot, i vetëdijshëm dhe i pa vetëdijshëm që krijon përvojën tuaj të plot? Le të shkojmë tani në një territor edhe më spekulativ. Çfarë nëse perceptimi ynë nuk është vetëm pasiv, duke marrë informacion nga bota, por aktiv, duke ndikuar në botën që perceptojmë? Kjo mund të t'ingëlojë si shkenç fantazi, por ka disa teori në fizikën kuantike që sugjerojnë diçka të ngjashme. Në mekanikën kuantike, akti i vëzhgjimit duket se ndikon në atë që vëzhgohet. Një grimc mund të jetë në një gjendje të paqartë, një superpozicion i gjendjes të mundshme, derisa ajo vëzhgohet në të cilën pikë ajo në një gjendje të caktuar. Tani, shumica e fizikanëve nuk mendojnë se kjo do të thotë që ndërgjegjësimi ynë po krijon realitetin në një kuptim mistik. Interpretimi më i zakonshëm është se akti i matjes, i cili përfshin ndërveprim fizik me sistemin, është ajo që shkakton kolapsin. Por fakti mbetet se në nivelin kuantik nuk mund të ndajmë plotësisht vëzhguesin nga ajo që vëzhgohet. Dhe disa filozofë dhe shkencëtar kanë spekuluar se kjo mund të ketë implikime për kuptimin ton të perceptimit dhe realitetit. Nëse në nivelin më themelor të realitetit fizik, vëzhgimi dhe realiteti janë të ndërthurur, çfarë do të thotë kjo për perceptimin ton makroskopik të botës? Kjo është një pyetje e hapur, dhe ne nuk kemi përgjigje të qarta. Por ajo na kujton se marrëdhënia midis perceptimit dhe realitetit është më komplekse se sa mund të duket në fillim. Ne nuk jemi thjesht vëzhgues pasiv të një realiteti objektiv. Ne jemi pjesëmarrës aktiv në krijimin e përvojës son të realitetit. Le të kthehemi tani te hëna, por me një perspektivë të re. Çdo herë që shikoni hënën në horizont, ju jeni duke përjetuar një demonstrim të drejtpërdrejtë të gjitha këtyre parimeve. Ju jeni duke parë se si truri juaj ndërton realitetin. Ju jeni duke përjetuar ndarjen midis njohurive dhe perceptimit. Ju jeni duke eksploruar kufijtë e ndërgjegjësimit tuaj të vetëdijshëm. Ju jeni duke prekur pyetje themelore rreth natyrës së realitetit vet. Dhe ja çfarë është vërtet e mrekullueshme. Ju mund ta bëni këtë sonte. Ju nuk keni nevojë për pajisje të sofistikuara shkencore. Ju nuk keni nevojë për trajnim të veçantë. Ju thjesht duhet të shikoni qiellin, të gjeni hënën në horizont dhe të vëzhgoni përvojën tuaj. Por tani, me gjithçka që keni mësuar, përvojë juaj do të jetë ndryshme. Ju nuk do të jeni thjesht duke parë një hënë të madhe.
Ju do të jeni duke parë trurin tuaj në veprim. Ju do të jeni duke vëzhguar proceset që krijojnë realitetin tuaj. Ju do të jeni duke eksploruar natyrën e ndërgjegjësimit vet. Dhe ndoshta, ndërsa qëndroni atje duke shikuar atë hën gjigante, ju do të filloni të pyesni: çfarë tjetër në përvojën time të realitetit është një ndërtim? Çfarë tjetër po krijon truri im pa e ditur unë? Sa shumë nga ajo që unë e marr si të mirëqen është në fakt një interpretim, një model, një ndërfaqe? Këto janë pyetje që shkojnë përtej shkencës në filozofi, përtej fakteve në kuptim. Dhe ato janë pyetje që secili prej nesh duhet t'i eksplorojë për veten e tij. Sepse në fund të fundit, realiteti që ju përjetoni është realiteti juaj. Ai është i filtruar përmes trurit tuaj, i formsuar nga përvojat tuaja, i ndërtuar nga proceset tuaja perceptivie. Dhe kjo nuk është diçka për t'u ardhur keq. Kjo është diçka për t'u festuar, sepse ai do të thotë se ju nuk jeni thjesht një marrës pasiv i informacionit nga bota. Ju jeni një krijues aktiv i përvojës suaj. Ju jeni një pjesëmarrës në ndërtimin e realitetit tuaj. Çdo herë që shikoni hënën në horizont, ju jeni duke ushtruar këtë fuci krijuese. Truri juaj po merr informacion të papërpunuar, dritë që bien në retinën tuaj, dhe po e transformon atë në një përvojë të pasur, të detajuar, emocionale. Ai po krijon një moment të bukurisë, të mrekullisë, të lidhjes me kozmosin. Dhe fakti që kjo përvojë nuk përputhet perfekt me realitetin fizik nuk e bën atë më pak reale. Ajo është reale në mënyrën që ka rëndësi. Ajo është reale në përvojën tuaj, në ndërgjegjësimin tuaj, në jetën tuaj. Kështu që herën tjetër që shihni hënën duke u ngritur në horizont, duke u shfaqur gjigante dhe mahnitëse, mos u përpiqni ta analizoni iluzionin. Mos u përpiqni ta korrigjoni perceptimin tuaj. Në vend të kësaj, thjesht përjetojeni atë. Lëreni veten të mahniteni. Lëreni veten të lidheni me atë moment, sepse në atë moment ju nuk jeni thjesht duke parë hënën. Ju jeni duke përjetuar një nga misteret më të thella të ekzistencës. Misterin e ndërgjegjësimit, misterin e perceptimit, misterin e asaj që do të thotë të jesh një qenie e vetëdijshme në një univers të madh dhe të mrekullueshëm. Dhe ndoshta, nëse jeni me fat, në atë moment ju do të keni një shpërthim të kuptimit, një realizim se ju nuk jeni ndar nga universi që po vëzhgoni. Ju jeni një pjesë e tij. Truri juaj është një pjesë e universit që është bërë i vetëdijshëm për veten e tij. Sytë tuaj janë një mënyrë që universi po shikon veten e tij. Dhe kur shikoni atë hën gjigante në horizont, ju nuk jeni thjesht një vëzhgues i vogël, i parëndësishëm. Ju jeni universi duke përjetuar veten e tij, duke mrekulluar veten e tij, duke kërkuar të kuptoj veten e tij. Kjo është mësimi i fundit i iluzionit të hënës. Nuk është se truri ynë na gënjen. Nuk është se perceptimi ynë është i gabuar. Është se ne jemi pjesë e një procesi shumë më të madh. Procesi i universit duke u bërë i vetëdijshëm, duke eksploruar veten e tij, duke kërkuar të kuptojë natyrën e tij të vërtetë. Dhe çdo iluzion, çdo gabim perceptiv, çdo ndarje midis realitetit fizik dhe përvojës subjektive është një mundësi për të mësuar, për të rritur, për të thelluar kuptimin ton të kësaj mrekullie të jashtëzakonshme që ne e quajmë realitet. Tani le të bëjmë diçka që mund t'ju duket e çuditshme. Le të ndalojmë së foluri për atë që mendojmë se dim, dhe të fillojmë të flasim për atë që shkenca ende nuk mund ta shpjegojë plotësisht. Sepse ja e vërteta që askush nuk ju tregon, pas të gjitha këtyre studimeve, pas të gjitha këtyre eksperimenteve, pas një shekulli të plot të kërkimit shkencor, ne ende nuk kemi një shpjegim të plot, unanim, për iluzionin e hënës. Dhe kjo nuk është një dështim i shkencës, kjo është një dritare drejt diçkaje shumë më të thellë. Le të jemi plotësisht të sinqert këtu. Kur ju lexoni artikuj shkencor popular rreth iluzionit të hënës, ata shpesh ju japin një shpjegim të thjeshtë, të pastër. Tingëllon bindës apo jo? Problemi është se kjo është vetëm një pjesë e historisë, dhe jo të gjithë shkencëtarët bien dakord madje edhe me këtë pjesë. Në vitin 2018, një grup kërkuesish në Universitetin e Kalifornisë në Berkeley publikuan një studim që trondi të fushën. Ata testuan teorinë klasike të shkallëzimit të madhësisë largësisë,
teorinë që kemi diskutuar dhe zbuluan se ajo nuk mund të shpjegonte plotësisht atë që po vëzhgonin. Kur ata i kërkuan njerëzve të vlerësonin jo vetëm madhësinë e hënës, por edhe largësinë e saj të perceptuar, rezultatet ishin kontradiktore. Disa njerëz raportuan se hëna dukej më e madhe dhe e më e largët në horizont. Të tjerë thanë se ajo dukej më e madhe, por më afër. Dhe të tjerët thanë se ajo dukej më e madhe, por në të njëjtën largësi. Si mund të jetë kjo e mundur? Si mund të ketë kaq shumë ndryshueshmëri në diçka që supozohet të jetë një iluzion universal? Përgjigja është se iluzioni i hënës nuk është një fenomen i vetëm i thjesht. Ai është një ndërveprim kompleks i shumë proceseve, disa që ne i kuptojmë, disa që ende po i studiojmë, dhe disa që ndoshta nuk i kemi zbuluar ende. Le të shikojmë sa kompleks është vërtet kjo. Në vitet 2015, një ekip ndërkombëtar shkencëtarësh nga Japonia, Gjermania dhe Shtetet e Bashkuara krijuan modelin më të sofistikuar kompjuterik deri më sot të iluzionit të hënës. Ata përfshin të gjitha teoritë e njohura, shkallëzimin e madhësisë largësisë, teorinë e qiellit të sheshtë, efektet e kontrastit, rolin e lëvizjes së syve, madje edhe faktor kulturor. Ata e ushqyen modelin me të dhëna nga mijëra vëzhgime. Dhe çfarë zbuluan? Modeli mund të parashikonte iluzionin në rreth 70% të rasteve. 70%. Kjo është e mirë, por nuk është perfekte. 30% e kohës, diçka tjetër po ndodhte, diçka që modeli nuk e kapte. Dhe kjo 30% nuk ishte thjesht zhurmë rastësishme. Kishte modele, ndryshueshmëri sistematike që sugjeronin se ka faktor që ne ende nuk i kuptojmë plotësisht. Kjo është arsyeja pse unë ju them, Kur dikush ju jep një shpjegim të thjesht, të sigurt për iluzionin e hënës, ai po ju thjeshton historinë. Realiteti është më i ndërlikuar, më i pasur, më misteroz. Dhe kjo nuk është një gjë e keqe. Kjo është ajo që e bën shkencën kaq fascinuese. Por le të shkojmë edhe më thellë në këtë kompleksitet. Sepse sa më shumë që shkencëtarët studiojnë iluzionin e hënës, aq më shumë ata zbulojnë se ai është i lidhur me çdo aspekt tjetër të perceptimit human. Nuk është një fenomen i izoluar. Është një nyje në një rrjet të madh të proceseve perceptivie. Për shembull, në vitin 2020, kërkues në Institutin Max Planck në Gjermani zbuluan diçka të jashtëzakonshme. Forca e iluzionit të hënës korelohej me aftësinë e një personi për të perceptuar thellësinë në kontekste të tjera. Njerëzit që ishin më të mirë në gjykimin e distancave në jetën e përditshme, për shembull, në sport ose në drejtimin e makinës, tendencën të përjetonin një iluzion më të fortë të hënës. Pse? Sepse sistemi i tyre i perceptimit të thellësisë ishte më aktiv, më i ndërgjegjshëm, më i gatshëm për të aplikuar rregullat e tij, edhe kur ato rregulla nuk ishin të përshtatshme. Kjo na tregon diçka të thellë. Iluzioni i hënës nuk është një gabim në sistem. Ai është një pasojë e një sistemi që funksionon shumë mirë, aq mirë saqë ai nuk mund të ndalojë veten nga aplikimi i rregullave të tij, edhe në situata ku ato nuk vlejnë. Imagjinoni një pianist virtuoz. Gishtat e tyre janë trajnuar për të lvizur në mënyra të caktuara, për të gjetur çelësat e duhur, për të krijuar melodi të bukura. Por pikrisht për shkak të këtij trajnimi të thellë, ata mund të kenë vështirësinë të mos luajtur, në të mbajtur gishtat e tyre të palvizur. Sistemi i tyre është aq i optimizuar për veprimin saqë ai dëshiron të veprojë edhe kur nuk duhet. E njëjta gjë ndodh me sistemin tuaj të perceptimit të thellësisë. Ai është aq i trajnuar, aq i optimizuar për të gjykuar distancat në botën toksore, saqë ai nuk mund të ndalojë veten nga përpjekja për ta bërë këtë me hënën, edhe kur hëna është jashtë gamës së tij të aplikueshmërisë. Tani le të flasim për diçka që shumica e artikujve shkencor nuk e përmendnin, rolin e emocioneve. Sepse ja çfarë është interesante, iluzioni i hënës nuk është thjesht një fenomen perceptiv i ftohtë, kognitiv. Ai ka një komponent emocional të fuqishëm. Në vitin 2017, psikolog në Universitetin e Oxfordit bën një studim ku ata matën jo vetëm se sa e madhe dukej hëna për njerëzit, por edhe si i bënte ata të ndiheshin. Dhe zbuluan diçka fascinuese. Njerëzit që përjetonin një iluzion më të fortë, gjithashtu raportuan emocione më intensive, mrekulli, mahnitje, madje një lloj frike e lehtë ose respekti. Pse?
Një teori është se madhësia e perceptuar e hënës aktivizon zonat të trurit që janë të lidhura me përpunimin e objekteve të mëdha, potencialisht kërcënuese. Në historinë tonë evolucionare, objekte të mëdha që shfaqeshin papritur në fushën tonë vizuale, një kafshë e madhe, një shkëmbë që bie, ishin shpesh rreziqe. Pra truri ynë është i programuar për të kushtuar vëmendje objekteve të mëdha, për të ndjerë një rritje të zgjushmërisë, një përgjigje emocionale. Dhe kur hëna shfaqet gjigante në horizont, ajo aktivizon këtë sistem të lashtë. Natyrisht, pjesa e vetëdijshme e trurit tuaj e di se hëna nuk është një kërcënim, por pjesa primitive, emocionale, reagon megjithatë. Dhe kjo përgjigje emocionale bëhet pjesë e përvojës suaj të iluzionit. Kjo shpjegon pse iluzoni i hënës nuk është thjesht një kuriozitet intelektual. Ai prek diçka të felnane. Ai krijon një përvojë që është njëkohësisht perceptive dhe emocionale, njohëse dhe vicerale. Ai na lidh me diçka primitive në natyrën tonë, një ndjenjë mrekullimi dhe respekti ndaj forcave të mëdha të natyrës. Le të eksplorojmë tani një dimension tjetër që rrallë diskutohet: ndryshueshmërinë kulturore. Sepse edhe pse iluzoni i hënës është universal, ai ndodh në të gjitha kulturat, mënyra se si njerëzit e përjetojnë dhe interpretojnë atë ndryshon në mënyrë të konsiderueshme. Në vitin 2019, një studim i madh ndërkulturor krahasoi përvojën e iluzionit të hënës në 10 vende të ndryshme, nga Japonia në Shtetet e Bashkuara, nga Brazili në Suedia, nga Kenia në Australinë. Dhe ndërsa iluzoni bazë ndodhte kudo, kishte ndryshime interesante. Për shembull, në kultura ku njerëzit kalonin më shumë kohë jashtë, ku ata kishin një lidhje më të drejtë me natyrën, iluzoni tendencën të ishte pak më i dobët. Pse? Ndoshta sepse këta njerëz kishin më shumë përvojë me vëzhgimin e qiellit, më shumë mundësi për të mësuar se hëna nuk ndryshon vërtet matësi. Në kultura ku hëna kishte një rëndësi të veçantë kulturore ose fetare, ku ajo ishte pjesë e miteve, ritualeve, kalendarëve, njerëzit tendencën të raportonin përvojë më intensive emocionale të iluzionit, edhe nëse matësia e perceptuar nuk ishte domosdoshmërisht më e madhe. Dhe në kultura urbane moderne, ku njerëzit kalonin më pak kohë duke shikuar qiellin, ku ata ishin më të izoluar nga ciklet natyrore, iluzoni tendencën të ishte më i fortë, ndoshta sepse këta njerëz kishin më pak përvojë me objektet qiellore dhe prandaj më pak kalibrimi i sistemeve të tyre perceptivie. Këto ndryshime na tregojnë se edhe fenomenet që janë të rrënjosura në biologjinë tonë, në strukturën e trurit tonë, janë të formuara nga përvojat tona, nga kultura jonë, nga mënyra se si ndërveprojmë me botën. Por tani le të shkojmë në territorin më spekulativ, më të çuditshëm. Le të flasim për diçka që shkencëtarët sapo kanë filluar të eksplorojnë: mundësinë që iluzoni i hënës të mos jetë i njëjtë për të gjithë. Në një kuptim edhe më themelor, në vitin 2022, një grup kërkuesish në Universitetin e Tokios filluan të studiojnë njerëz me një kusht të rrallë të quajtur afantazi, pa aftësia për të krijuar imazhe mendore. Njerëzit me afantazi nuk mund të shohin gjëra në mendjen e tyre. Nëse ju kërkoni atyre të imagjinojnë një moll të kuqe, ata nuk shohin asgjë. Ata vetëm dinë konceptualisht se si duket një moll. Dhe ja çfarë zbuluan kërkuesit. Njerëzit me afantazi përjetonin një iluzion të hënës ndjeshëm më të dobët. Pse? Teoria është se iluzoni i hënës nuk varet vetëm nga perceptimi i drejt për drejt, por edhe nga aftësia e trurit për të krijuar dhe manipuluar imazhe mendore. Kur shikoni hënën në horizont, truri juaj nuk është thjesht duke përpunuar informacionin që vjen nga syt. Ai gjithashtu po krijon një model mendor, një përfaqësim të brendshëm të skenës. Dhe ky model mendor kontribuon në iluzionin. Nëse kjo teori është e saktë dhe është ende e diskutueshme, ajo do të thotë se iluzoni i hënës është edhe më kompleks se sa mendonim. Ai nuk është vetëm rreth perceptimit vizual. Ai përfshin imagjinatën, kujtesën, aftësinë për të krijuar përfaqësime mendore. Ai është një fenomen që përfshin pothuajse çdo aspekt të përpunimit kognitiv. Tani le të flasim për elefantin në dhomë, pyetjen që ndoshta keni pasur në mendje gjatë gjithë kësaj kohe. Nëse ne nuk mund ta shpjegojmë plotësisht iluzionin e hënës, nëse ka kaq shumë kompleksitet dhe mister, a do të thotë kjo se shkenca ka dështuar? Jo, absolutisht jo. Dhe ja pse kjo është një pyetje e rëndësishme për t'u adresuar. Shkenca nuk është rreth të paturit të gjitha përgjigjeve. Shkenca është rreth të bërit të pyetjeve më të mira,
të zhvillimit të metodave më të mira për t'i eksploruar ato pyetje dhe të qenit të sinqert rreth kufive të njohurive tona. Kur një shkencëtar ju thot, ne nuk e dim ende plotësisht, kjo nuk është një dobësi, kjo është një forcë. Kjo është sinqeritet intelektual. Dhe në rastin e iluzionit të hënës, ne kemi mësuar jashtëzakonshëm shumë. Ne e dim se iluzioni nuk ka të bëjë me atmosferën. Ne e dim se ai përfshin perceptimin e thellësisë, kontekstin hapësinor, krahasimin me objekte toksore. Ne e dim se ai aktivizon zona specifike të trurit. Ne e dim se ai ndryshon në varësi të faktorëve individual dhe kulturor. Ne e dim se ai ka komponent emocional dhe kognitiv. Çfarë ne nuk e dim ende, është saktësisht si të gjithë këta faktor ndërveprojnë. Saktësisht sa kontribuon secili faktor. Saktësisht pse ka kaq shumë ndryshueshmëri individuale. Por fakti që ne nuk e dim gjithçka, nuk do të thotë se ne nuk dim asgjë. Ai do të thotë se ka më shumë për të zbuluar, më shumë për të mësuar, më shumë mistere për të eksploruar. Dhe kjo është ajo që e bën shkencën kaq emocionuese. Çdo përgjigje që gjejmë hap dyert për pyetje të reja. Çdo mister që zgjidhim zbulon mistere më të thella. Shkenca nuk është një proces i mbylljes së librit, është një proces i hapjes së librave gjithmonë më fascinues. Le të shikojmë tani se si kjo qasje e sinqert ndaj kufive të njohurive tona na ndihmon të kuptojmë jo vetëm iluzionin e hënës, por edhe natyrën e shkencës vetë. Kur Isaac Newton zhvilloi teorinë e tij të gravitetit në shekullin e 17, ai mund të shpjegonte se si objektet tërhiqeshin nga njëri tjetri, por ai nuk mund të shpjegonte pse. Ai e pranoi hapur këtë kufizim. Ai shkroi: "Unë nuk bëj hipoteza", duke nënkuptuar se ai nuk do të spekulonte përtej asaj që mund të provonte. Kjo sinqeritet nuk e dobësoi teorinë e tij, përkundrazi, ai e bëri atë më të fortë, sepse ai tregoi saktësisht ku mbaronte njohuritë e tij dhe ku fillonte territori i panjohur. Dhe kjo qartësi lejoi shkencëtarët e ardhshëm, si Albert Einstein, të ndërtonin mbi punën e tij, të eksploronin ato territore të panjohura, të zhvillonin teori edhe më të thella. E njëjta gjë po ndodh me iluzionin e hënës. Duke qenë të sinqertë rreth asaj që ne nuk e dim, ne po hapim rrugën për zbulime të reja. Ne po ftojmë gjeneratën e ardhshme të shkencëtarëve për të eksploruar këto mistere, për të zhvilluar metoda të reja, për të zbuluar të vërteta më të thella. Dhe ja çfarë është vërtet emocionuese. Disa nga këto zbulime mund të vinë nga fusha krejtësisht të papritura. Ndoshta përparimet në inteligjencën artificiale, në zhvillimin e sistemeve që mund të shohin dhe të interpretojnë imazhe, do të na japin njohuri të reja rreth mënyrës se si truri human përpunon informacionin vizual. Ndoshta përparimet në imazhimin e trurit, në aftësinë tonë për të parë trurin në veprim me detaje gjithmonë më të mëdha, do të zbulojnë procese që ne ende nuk i kemi zbuluar. Ndoshta përparimet në gjenetik, në kuptimin tonë të mënyrës se si gjenet formohen dhe ndikojnë në zhvillimin e trurit, do të shpjegojnë pse njerëz të ndryshëm përjetojnë iluzionin ndryshe. Ndoshta përparimet në psikologjinë ndërkulturore, në kuptimin tonë të mënyrës se si kultura formon perceptimin, do të zbulojnë dimensione të reja të fenomenit. Pika është kjo: ne nuk e dim nga do të vijë zbulimi i ardhshëm. Dhe kjo është e bukur. Kjo është ajo që e mban shkencën gjallë, dinamike, gjithmonë në zhvillim. Por tani le të kthehemi te ju, te përvojë juaj personale e iluzionit të hënës. Sepse në fund të fundit, të gjitha këto teori, të gjitha këto studime, të gjitha këto debate shkencore, ato janë përpjekje për të kuptuar diçka që ju mund ta përjetoni drejt për drejt, personalisht, sonte. Dhe ja çfarë dua që ju të kuptoni. Fakti që shkenca nuk ka një shpjegim të plot, perfekt për iluzionin e hënës, nuk e bën përvojën tuaj më pak të vlefshme. Përkundrazi, ai e bën atë më të çmuar. Sepse ai do të thotë se kur ju shikoni hënën në horizont, ju nuk jeni thjesht duke vëzhguar një fenomen që është plotësisht i kuptuar, plotësisht i shpjeguar, plotësisht i mbyllur. Ju jeni duke vëzhguar një mister që është ende duke u eksploruar, ende duke u zbuluar, ende duke na mësuar gjëra të reja rreth natyrës së perceptimit dhe ndërgjegjësimit. Çdo herë që shikoni atë hënë gjigante, ju jeni duke marrë pjesë në një eksperiment të madh shkencor, një eksperiment që ka vazhduar për mijëra vjet dhe që do të vazhdojë për mijëra vjet të tjera.
Ju jeni duke kontribuar në kuptimin ton kolektiv të kësaj mrekullie, edhe nëse vetëm duke e përjetuar atë, duke reflektuar mbi të, duke ndarë përvojën tuaj me të tjerët. Dhe ndoshta, vetëm ndoshta, në një nga ato momente kur jeni duke shikuar hënën, ju do të vini re diçka që askush tjetër nuk e ka vënë re. Ndoshta ju do të keni një njohuri që do të çojë në një zbulim të ri. Ndoshta përvojë juaj do të jetë pjesa që mungon në enigmën që shkencëtarët kanë qenë duke u përpjekur të zgjidhin. Kjo nuk është fantazi. Historia e shkencës është plot me zbulime që kanë ardhur nga vëzhgjime të thjeshta, nga njerëz kurioz që kanë vënë re diçka të pazakont dhe kanë pyetur pse. Isaac Newton dhe molla që bie. Arkimedes dhe vaska e banjës. Marie Curie dhe shpëlqimi i çuditshëm i disa mineraleve. Të gjitha këto zbulime filluan me dikë që vuri re diçka, që u çudit, që pyeti. Pra kur shikoni hënën sonte, mos e shikoni vetëm si një shfaqje të bukur. Shikojeni si një ftesë. Një ftesë për të qenë kurioz, për të pyetur, për të vëzhguar me kujdes, për të kontribuar në kuptimin ton kolektiv të kësaj mrekullie. Dhe ndërsa qëndroni atje duke shikuar atë hënë gjigante në horizont, dini këtë. Ju jeni pjesë e një tradite që shtrihet mbrapa në kohë, deri te njerëzit e parë që shikuan qiellin me mrekulli. Ju jeni i lidhur me Aristotelin që u çudit për këtë fenomen 2400 vjet më parë. Ju jeni i lidhur me Galileon, që e vëzhgoi hënën përmes teleskopeve të tij të para. Ju jeni i lidhur me të gjithë shkencëtarët që kanë studiuar këtë iluzion, me të gjithë filozofët që kanë reflektuar mbi të, me të gjithë njerëzit zakonshëm që kanë qëndruar në qiellin e natës dhe janë mahnitur nga ajo që kanë parë. Dhe ju jeni gjithashtu i lidhur me të ardhmen, me shkencëtarët që do të vinë, që do të ndërtojnë mbi atë që ne e dim sot, që do të zbulojnë misteret që ne ende nuk mund t'i zgjidhim. Përvojë juaj e iluzionit të hënës sonte është një hallkë në një zinxhir të gjatë kuptimit human që shtrihet nga e kaluara e largët në të ardhmen e largët. Kjo është fuqia e shkencës, jo që ajo na jep të gjitha përgjigjet, por që ajo na lidh me njëri tjetrin përmes kohës dhe hapësirës në një kërkim të përbashkët për kuptim. Çdo vëzhgjim, çdo pyetje, çdo njohuri kontribuon në këtë kërkim. Dhe çdo person që shikon qiellin me kuriozitet është një pjesëmarrës në këtë aventurë të madhe të zbulimit. Kështu që herën tjetër që dikush ju thot se shkenca ka _quote_63_ iluzionin e hënës, ju mund t'i thoni, jo, shkenca është duke eksploruar atë, dhe kjo është edhe më emocionuese. Sepse një misteri zgjidhur është një histori e mbyllur. Por një mister që është ende duke u eksploruar është një histori e gjallë, një aventurë që vazhdon, një ftesë për të marrë pjesë. Dhe kjo, në fund të fundit, është mësimi më i rëndësishëm i iluzionit të hënës. Nuk është se truri ynë na gënjen, nuk është se perceptimi ynë është i gabuar, nuk është madje se shkenca ka të gjitha përgjigjet. Është se ne jemi qenie kurioz, kërkuese, që gjithmonë po përpiqen të kuptojnë botën rreth nesh. Dhe kjo kuriozitet, kjo dëshirë për të kuptuar, kjo gatishmëri për të pranuar se ka gjëra që ne ende nuk i dim, kjo është ajo që na bën njerëz. Iluzioni i hënës është një dhuratë, jo sepse ai na jep përgjigje të lehta, por sepse ai na jep pyetje të thella. Ai na fton të shikojmë më me kujdes, të mendojmë më thellë, të pyesim më guximshëm. Ai na kujton se bota është më e mrekullueshme, më komplekse, më misteroze se sa mund të duket në shikim të parë. Dhe çdo herë që shikoni atë hënë gjigante në horizont, ju jeni duke marrë pjesë në këtë mrekulli. Ju jeni duke përjetuar një fenomen që ka mahnitur njerëzimin për mijëra vjet dhe që do të vazhdojë të na mahnit për mijëra vjet të tjera. Ju jeni duke shikuar jo vetëm hënën, por edhe natyrën e perceptimit, natyrën e ndërgjegjësimit, natyrën e kuptimit human. Dhe kjo është diçka që asnjë sasi shqence, asnjë sasi shpjegimi, asnjë sasi njohurie nuk mund ta marrë nga ju. Sepse në fund të fundit, mrekullia nuk është në shpjegim, mrekullia është në përvojë. Dhe ajo përvojë është juaja, unike, e çmuar, një pjesë e asaj që do të thotë të jesh një qenie e vetëdijshme në këtë univers të jashtëzakonshëm. Por tani le të bëjmë diçka që mund t'ju duket radikale. Le të harrojmë për një moment se çfarë dim dhe të fokusohemi në diçka shumë më të thellë,
në atë që ne nuk mund të dim kur plotësisht. Sepse ja e vërteta që ndryshon gjithçka, iluzoni i hënës nuk është thjesht një kuriozitet rreth perceptimit. Ai është një dritare drejt një nga pyetjeve më të mëdha që njerëzimi ka bërë ndonjëherë. Çfarë është realiteti dhe a mund ta njohim ne atë vërtet? Le të fillojmë me një pyetje që mund t'ju duket e thjeshtë, por që në të vërtetë është thellësisht shqetësuese. Kur ju shikoni hënën në horizont dhe ajo duket gjigante, cila është e vërteta? A është e vërteta ajo që matjet shkencore tregojnë se hëna ka të njëjtën madhësi? Apo është e vërteta ajo që ju përjetoni, se hëna duket gjigante? Shumica e njerëzve do të thonë, natyrisht, e vërteta është ajo që tregojnë matjet, perceptimi im është një iluzion. Por le të ndalemi këtu, sepse kjo përgjigje fsheh një supozim të thellë. Supozimin se ka një realitet objektiv që ekziston pavarësisht nga perceptimi im dhe se ky realitet objektiv është më i vërtet se përvojë jonë subjektive. Por ja ku bëhet filozofikisht e ndërlikuar. Ju nuk keni akses të drejt për drejt në atë realitet objektiv. Gjithçka që ju dini rreth botës, përfshir matjet shkencore, vjen përmes perceptimit tuaj. Kur lexoni një numër në një ekran që tregon madhësinë e hënës, ju po perceptoni atë numër. Kur dëgjoni një shkencëtar që shpjegon iluzionin, ju po perceptoni fjalët e tyre. Madje edhe kuptimi juaj i realitetit objektiv është një ndërtim mendor, një model që truri juaj ka krijuar. Pra në një kuptim të thellë, e gjithë përvojë juaj e realitetit është subjektive. Nuk ka mënyrë për të dalë nga perceptimi juaj, për të parë botën siç është vërtet, pavarësisht nga truri juaj. Ju gjeni përgjithmonë brenda burbulit të ndërgjegjësimit tuaj, duke shikuar botën përmes filtrave të proceseve tuaja perceptivie dhe konceptuale. Që nuk është nihilizëm. Kjo nuk do të thotë se asgjë nuk është reale ose se gjithçka është relative. Ajo që do të thotë është diçka më e hollë dhe më e thellë. Realiteti është një marrëdhënie midis jush dhe botës, jo një gjë që ekziston plotësisht e pavarur nga ju. Le të eksplorojmë këtë përmes një eksperimenti mendor. Imagjinoni një univers ku nuk ka qenie të vetëdijshme, asnjë sy për të parë, asnjë tru për të perceptuar. A do të kishte ngjyra në atë univers? Në një kuptim po, do të kishte dritë me gjatësi të ndryshme vale. Por a do të kishte kuqe ose blu? Jo, sepse kuqja dhe bluja janë përvojë subjektive që ekzistojnë vetëm në marrëdhënie me një perceptues. E njëjta gjë është e vërtet për tingujt, për shijet, për aromat, madje edhe për koncepte si i madh dhe i vogël. Këto janë të gjitha mënyra që qeniet e vetëdijshme kanë për të organizuar dhe interpretuar informacionin nga bota. Ato janë reale, por realiteti i tyre është një realitet i marrëdhënies, jo një realitet i pavarur. Dhe iluzoni i hënës na tregon këtë në mënyrë dramatike. Ai na tregon se madhësia nuk është një cilësi absolut që objektet kanë në vetvete. Madhësia është një marrëdhënie midis një objekti dhe një perceptuesi. Dhe kjo marrëdhënie varet nga konteksti, nga distanca, nga objektet e tjera në skenë, nga gjendja e trurit të perceptuesit. Por tani le të shkojmë edhe më thellë. Le të flasim për diçka që shkencëtarët dhe filozofët e quajnë problemi i vështirë i ndërgjegjësimit, dhe pse iluzoni i hënës na jep një mënyrë unike për ta menduar atë. Ja problemi. Ne mund të shpjegojmë shumë rreth mënyrës se si truri funksionon. Ne mund të gjurmojmë se si informacioni rrjedh nga syt në korteksin vizual. Ne mund të identifikojmë cilat neurona aktivizohen kur shihni hënën. Ne mund të hartojmë lidhjet, të matim sinjalet elektrike, të analizojmë proceset kimike. Por ja çfarë nuk mund të shpjegojmë. Pse të gjitha këto procese fizike krijojnë përvojën subjektive të shikimit të një hëne gjigante? Pse ka diçka që ndihet si të shohësh hënën? Pse nuk jemi thjesht robot biologjik që përpunojnë informacion pas një përvojë të brendshme? Nga vjen kjo cilësi subjektive e përjetuar e ndërgjegjësimit? Kjo është një nga pyetjet më të thella në shkencë dhe filozofi, dhe pas dekadash të kërkimit, ne ende nuk kemi një përgjigje. Ne mund të shpjegojmë mekanikën, si funksionon truri, por ne nuk mund të shpjegojmë misterin, pse ka një përvojë subjektive fare. Dhe iluzoni i hënës e bën këtë mister edhe më të thellë, sepse ai na tregon se përvojë juaj subjektive, ajo që ju përjetoni si realitet, mund të jetë krejtësisht e ndryshme nga realiteti fizik.
Truri juaj po krijon një përvojë që nuk korespondon me matjet objektive. Dhe megjithatë, ajo përvojë është absolutisht reale për ju. Ajo është ajo që ju jetoni. Pra çfarë është më reale? Matja objektive apo përvojë subjektive? Ndoshta kjo është pyetja e gabuar. Ndoshta të dyja janë reale në mënyra të ndryshme. Ndoshta realiteti nuk është një gjë e vetme, uniforme, por një mozaik kompleks i perspektivave të ndryshme, objektive dhe subjektive, të matshme dhe të përjetuara, shkencore dhe personale. Le të eksplorojmë tani një dimension tjetër të këtij misteri, lidhjen midis iluzionit të hënës dhe natyrës së kohës dhe hapësirës. Sepse kur mendoni për të, iluzioni i hënës nuk është vetëm rreth matësisë, ai është rreth mënyrës se si truri juaj organizon hapësirën. Truri juaj nuk përjeton hapësirën si një gjë abstrakte, matematikore, si një rrjet tredimensional i koordinatave. Ai përjeton hapësirën si një mjedis i pasur, i strukturuar, plot me objekte që kanë marrëdhënie me njëri tjetrin dhe me ju. Dhe këto marrëdhënie nuk janë thjesht gjeometrike. Ato janë të ngarkuara me kuptim, me rëndësi, me emocione. Kur hëna është në horizont, ajo nuk është thjesht në një pozicion të caktuar hapësinor. Ajo është pas pemëve, mbi malet, në peizazhin toksor. Këto marrëdhënie hapësinore janë pjesë e asaj që e bën hënën të duket e madhe. Truri juaj po interpretojnë hapësirën jo si një gjë neutrale, objektive, por si një rrjet i marrëdhënieve që kanë kuptim. Dhe e njëjta gjë është e vërtet për kohën. Kur ju përjetoni iluzionin e hënës, ju nuk jeni thjesht duke përjetuar një moment të izoluar. Ju jeni duke përjetuar një moment që është i lidhur me të kaluarën tuaj, me të gjitha herët e tjera që keni parë hënën, me të gjitha njohurit që keni mbledhur rreth saj. Dhe ju jeni duke përjetuar një moment që është i lidhur me të ardhmen, me pritjet tuaja, me pyetjet tuaja, me kureshtjen tuaj. Kjo na çon në një realizim të thellë. Perceptimi nuk është një proces pasiv i marrjes së informacionit nga bota. Ai është një proces aktiv i ndërtimit të një modeli të botës. Një model që integron të kaluarën, të tashmen dhe të ardhmen, që organizon hapësirën në mënyra që kanë kuptim, që krijon një përvojë të unifikuar, koherente të realitetit. Por ja ku bëhet vërtet misteroze. Ne nuk e dim se si truri bën këtë. Ne nuk e dim se si miliarda neurona individuale, secila thjesht një qelizë që dërgon sinjale elektrike, krijon këtë përvojë të unifikuar të ndërgjegjësimit. Ne nuk e dim se si proceset e shpërndara në të gjithë trurin bashkohen për të krijuar një unë të vetëm që përjeton botën. Filozofët e quajnë këtë problemi i lidhjes. Pyetja se si truri lidh së bashku informacion nga zona të ndryshme për të krijuar një përvojë të unifikuar. Dhe pavarësisht nga dekadat të kërkimit, ne ende nuk kemi një përgjigje të plotë. Iluzioni i hënës na jep një shembull konkret të këtij problemi. Kur shikoni hënën në horizont, truri juaj po integroj informacion nga sytë tuaj, nga kujtesa juaj, nga njohuritë tuaja, nga emocionet tuaja, nga konteksti hapësinor. Dhe disi, në një proces që ne nuk e kuptojmë plotësisht, të gjithë ky informacion bashkohet për të krijuar një përvojë të vetme, të unifikuar. Unë po shoh një hënë gjigante. Por kush është ky unë? Ku ndodh kjo unifikim? A ka një vend në tru ku të gjithë informacioni bashkohet? Apo është ndërgjegjësimi një proces i shpërndar që ndodh në të gjithë trurin? Këto janë pyetje që shkojnë në zemër të asaj që do të thotë të jesh një qenie e vetëdijshme. Dhe ne nuk kemi përgjigje. Ne kemi teori, hipoteza, modele, por asnjë shpjegim i plot, i kënaqshëm. Dhe ndoshta, vetëm ndoshta, kjo është siç duhet të jetë. Ndoshta disa mistere janë aq themelore, aq të thella, saqë ato nuk mund të zgjidhen plotësisht. Ndoshta ndërgjegjësimi është një nga ato mistere. Por kjo nuk do të thotë se ne duhet të ndalojmë së kërkuari. Përkundrazi, kjo do të thotë se kërkimi ynë është edhe më i rëndësishëm, edhe më domethënës. Sepse edhe nëse ne nuk mund të arrijmë kurrë një përgjigje të plotë, çdo hap përpara na fillohet kuptimin ton të vetes, të botës, të natyrës së ekzistencës. Le të kthehemi tani te hëna, por me një perspektivë krejtësisht të re, sepse pas gjithçkaje që kemi eksploruar, pas të gjitha këtyre pyetjeve të thella, çfarë mund të na mësojë iluzioni i hënës rreth jetës son, rreth përvojës son njerëzore? Ja çfarë mendoj unë. Iluzioni i hënës na mëson se realiteti është më i pasur,
më kompleks, më misteroz se sa duket në sipërfaqe. Ai na mëson se ka gjithmonë më shumë për të zbuluar, më shumë për të kuptuar, më shumë për të mrekulluar. Ai na mëson se edhe gjëra që duken të thjeshta, si madhësia e hënës, fshihin thellësi të jashtëzakonshme. Dhe ndoshta kjo është e vërtet për çdo aspekt të jetës. Çdo përvojë që keni, çdo ndjenjë, çdo mendim, çdo perceptim, është rezultati proceseve të jashtëzakonshëm komplekse që ndodhin në trurin tuaj. Procese që ne nuk i kuptojmë plotësisht. Procese që krijojnë realitetin tuaj subjektiv, botën tuaj të përjetuar. Kur shikoni një perëndim dielli dhe e gjeni atë të bukur, kjo bukuri nuk është thjesht atje në qiell. Ajo është një përvojë që truri juaj po krijon, duke integruar informacion vizual me emocione, me kujtime, me vlera kulturore, me diçka të thellë dhe të papërshkrueshëm që ne e quajmë estetik. Kur dëgjoni muzikë dhe ajo ju prek thellë, ajo nuk është thjesht val presioni në ajër. Ajo është një përvojë që truri juaj po krijon, duke transformuar sinjale fizike në diçka që ka kuptim, që ka emocione, që lidhet me kush jeni ju si person. Kur ndjeni dashuri për dikë, ajo nuk është thjesht kimikate në trurin tuaj. Ajo është një përvojë që përcakton kush jeni, që jep kuptim jetës suaj, që ju lidh me qenijet e tjera në mënyra që janë thellësisht reale, edhe nëse nuk mund të reduktohen në procese fizike. Iluzoni i hënës na kujton se të gjitha këto përvojë, bukuria, muzika, dashuria, mrekullia, janë reale. Ato janë reale në mënyrën që ka rëndësi. Ato janë reale në përvojën tuaj, në jetën tuaj, në ndërgjegjësimin tuaj. Dhe fakti që ato janë krijuar nga truri juaj, që ato janë subjektive, nuk i bën ato më pak të vlefshme. Përkundrazi, ai bën ato më të çmuara, sepse ato janë pjesë e asaj që do të thotë të jesh ju. Por tani le të shkojmë në një territor edhe më spekulativ. Le të flasim për diçka që mund t'ju duket e çuditshme, por që është një pyetje vërtet që filozofët dhe shkencëtarët po eksplorojnë. Çfarë nëse ndërgjegjësimi nuk është vetëm në tru? Çfarë nëse ai është një cilësi më themelore e universit? Kjo quhet panpsikizëm. Idea se ndërgjegjësimi në një formë ose tjetër është një aspekt themelor i realitetit, si masa ose energjia. Kjo nuk do të thotë se shkëmbijnë në mënyrën që ne mendojmë, por ajo sugjeron se ndoshta ka një formë primitive të ndërgjegjësimit, një lloj që ekziston edhe në sistemet më të thjeshta fizike. Kjo tingëllon si shkencë fantazi, apo jo? Por disa fizikanë dhe filozofë serioz po e marrin këtë ide seriozisht. Pse? Sepse ajo ofron një zgjidhje të mundshme për problemin e vështirë të ndërgjegjësimit. Nëse ndërgjegjësimi është themelor, nëse ai është një pjesë bazë e universit si hapësira dhe koha, atëherë ne nuk duhet të shpjegojmë se si ai nga materia e pajetë. Ai ishte gjithmonë atje, në forma të ndryshme. Tani, kjo është shumë spekuluese. Shumica e shkencëtarëve nuk e pranojnë këtë ide. Por fakti që po diskutohet, fare tregon se sa të thella janë pyetjet që iluzoni i hënës ngre. Sepse kur filloni të pyesni kuote 93, ju përfundoni duke pyetur pyetje themelore rreth natyrës së universit vet. Vendoshta, ne nuk do të kemi kurrë përgjigje të plota për këto pyetje. Ndoshta disa mistere janë aq të thella, sa që ato shkojnë për të aftësisë son për t'i kuptuar. Por kjo nuk do të thotë se pyetjet nuk lejnë të bëhen. Përkundrazi, kjo do të thotë se ato janë pyetjet më të rëndësishme që mund të bëjmë. Le të mbyllim tani me një kthim në fillim. Kujtoni se si filluam. Në këtë moment, ndërsa po lexoni këto fjalë, truri juaj po ju gënjen. Por tani, pas gjithë çkaje që kemi eksploruar, a është kjo e vërtet? Apo ju gënjen truri juaj? Ndoshta jo. Ndoshta truri juaj po bën saktësisht atë që është projektuar të bëj. Po krijon një përvojë të realitetit që është e dobishme, që ka kuptim, që ju lejon të funksiononi në botë. Dhe nëse kjo përvojë nuk përputhet perfekt me matjet objektive, nëse hëna duket më e madhe se sa është vërtet, ndoshta kjo nuk është një gënjeshtër. Ndoshta kjo është thjesht një mënyrë tjetër e të qenit e vërtet. Sepse në fund të fundit, çfarë është e vërteta? A është ajo korespondenca me realitetin fizik? Apo është ajo besnikëria ndaj përvojës son të jetuar? Ndoshta të dyja janë forma të së vërtetës. Ndoshta realiteti është mjaft i madh për t'i përfshirë të dy. Kur shikoni hënën sonte,
atë hënë gjigante mahnitase në horizont, ju do të jeni duke përjetuar një të vërtetë. Jo të vërtetën e matjeve objektive, por të vërtetën e përvojës njerëzore. Të vërtetën e mrekullisë, të bukurisë, të lidhjes me diçka më të madhe se vetja juaj. Dhe kjo të vërtetë është aq reale sa çdo matje shkencore. Ajo është reale në mënyrën që ka rëndësi, në mënyrën që prek jetën tuaj, që formon kush jeni, që ju lidh me traditën e gjatë të njerëzve që kanë shikuar qiellin me mrekulli. Pra mos u përpiqni ta korrigjoni perceptimin tuaj. Mos u përpiqni ta shihni hënën siç është vërtet. Në vend të kësaj, përqafoni iluzionin. Lëreni veten të mahniteni. Lëreni veten të lidheni me atë moment të mrekullisë. Sepse në atë moment, ju nuk jeni thjesht duke parë një objekt qiellor. Ju jeni duke përjetuar një nga misteret më të thella të ekzistencës. Misterin e ndërgjegjësimit, misterin e perceptimit, misterin e asaj që do të thotë të jesh një qenie e vetëdijshme në një univers që është njëkohësisht i njohur dhe i panjohur, i kuptuar dhe misteroz. Dhe ndoshta, vetëm ndoshta, në atë moment ju do të realizoni diçka të thellë, se ju nuk jeni i ndarë nga universi që po vëzhgoni. Ju jeni një pjesë e tij. Truri juaj është një pjesë e universit që është bërë i vetëdijshëm për veten e tij. Sytë tuaj janë një mënyrë që universi po shikon veten e tij. Ndërgjegjësimi juaj është një mënyrë që universi po përjeton veten e tij. Kur shikoni atë hënë gjigante, ju nuk jeni një vëzhgues i vogël, i parëndësishëm. Ju jeni universi duke mrekulluar veten e tij. Ju jeni kozmosi duke u bërë i vetëdijshëm për bukurinë e tij, për misterit e tij, për mrekullisë së tij. Dhe iluzoni është një dhuratë. Ai është një kujtesë se realiteti është më i pasur se sa duket. Ai është një ftesë për të qenë kurioz, për të pyetur, për të eksploruar. Ai është një dritare drejt thellësive të ndërgjegjësimit dhe natyrës së ekzistencës. Kështu që herën tjetër që shihni hënën duke u ngritur në horizont, atë hënë gjigante, mahnitase e pamundur, kujtoni këtë. Ju nuk jeni duke parë një iluzion, ju jeni duke parë një mrekulli. Mrekullinë e trurit human, mrekullinë e ndërgjegjësimit, mrekullinë e një universi që është bërë i vetëdijshëm për veten e tij. Dhe kjo mrekulli është reale, aq reale sa çdo gjë tjetër në këtë univers të jashtëzakonshëm. Ndoshta edhe më reale, sepse ajo është përvojë juaj, jeta juaj, ndërgjegjësimi juaj. Në fund, ndoshta pyetja nuk është pse hëna duket më e madhe, ndoshta pyetja është pse ne jemi qenie që mund të mrekullohemi nga hëna? Dhe kjo është një pyetje që shkenca mund të na ndihmojë të eksplorojë, por që kurrë nuk mund ta përgjigjet plotësisht. Sepse disa mistere janë aq të thella saqë ato përcaktojnë vetë natyrën e asaj që do të thotë të jesh njeri. Dhe iluzoni i hënës është një nga ato mistere, një dritare drejt diçkaje që është njëkohësisht thellësisht personale dhe universalisht njerëzore. Shikoni qiellin sonte. Gjeni hënën dhe lëreni veten të mahniteni, jo pavarësisht nga shkenca, por për shkak të saj. Sepse shkenca nuk e merr mrekullisë, ajo e thellohet atë. Ajo na tregon se bota është edhe më e mrekullueshme se sa mund të imagjinonim. Dhe ju që jeni duke lexuar këto fjalë, ju që do të shikoni hënën sonte, ju jeni pjesë e kësaj mrekullie. Ju jeni universi duke u mrekulluar vetes. Dhe kjo është diçka që asnjë sasi njohurie, asnjë sasi shpjegimi nuk mund ta marrë nga ju. Mrekullia është juaja. Përjetojeni atë.